Të nderuar teleshikues mirëmbrëma, siç e ndoqët sot emisioni debatin Channel One mbush 6 vjet. Unë me këtë rast falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e mi, duke nisur nga presidenti i televizionit Ylli Ndroqi, të gjithë të ftuarit e mi dhe natyrisht edhe ata që na ndjekin. Për sot në këtë 6 vjetor, tema e emisionit është ajo që është më aktualja. Arrestimi i Klement Balilit, personazhit më të kërkuar të policisë dhe drejtësisë shqiptare. Sot gjykata e krimeve të rënda i komunikoi atij akuzën dhe arrestin me burg, pra si mas sigurie. Ai akuzohet dhe ka 4 akuza nga prokurorët e krimeve të rënda, të cilat janë trafik ndërkombëtar narkotikësh, pastrim parash, grup i strukturuar kriminal dhe fshehje të pasurisë. Po, si është e vërteta e gjithë këtij procesi për Klement Balilin? Unë sot kam ftuar personazhe shumë interesant, njerëz që njohin shumë mirë çështjen, por edhe ata që janë të involvuar dhe të përfshirë në këtë hetim dhe në këtë proces. Së pari, Rovena Voda, zëvendës ministre e Brendshme, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zojmë për hyrje. A i kemi dhënë me të vërtet media dhe opinioni publik më shumë po themi rëndësi, famë, apo Klement Balili është një nga shumë të tjerë persona në kërkim të shpallur dhe në arenën ndërkombëtare? Unë mendoj se mesazhi që kemi dhënë, absolutisht unë nuk mendoj se në media ka bërë shumë zhurmë apo shumë reklam, për arsye se ka qenë pikërisht mesazhi që ka ardhur koha më në fund që të paprekshmit të goditen. Pra të mos kemi më të ashtu quajtur të paprekshëm. Dhe mos harrojmë që ashtu siç e prezantuat ju në fillim të emisionit, kemi të bëjmë me një personazh, pra me një person i cili është i akuzuar për disa vepra të rënda kriminale dhe ka qenë në listën e të shumë kërkuarve. Mjafton të them edhe etiketimin e famshëm që dhe ambasadori Lu i bënte shpesh, duke e konsideruar si peshkun e madh. Dhe jo vetëm peshku i madh, Escobari i Ballkanit, baroni i drogës, dhe më ngacmoi shumë ajo Untouchable, sepse është një film i Hollywoodit që unë kam shumë për zemër, i Amerikës viteve 30, por ai nuk është i vetmi. Patjetër, policia e shtetit është gjithmonë në veprim. Policia e shtetit është gjithmonë në aksion dhe na mbetet që pikërisht shembulli i Klement Balilit të vijojë edhe me arrestime tjera, ndalime tjera. Do kemi mundësi për të diskutuar edhe më gjerë. Baftia Rusi, avokati Klement Balilit, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Avokat, unë të falenderoj shumë që sa herë kemi një çështje të rëndësishme, madhore, jo vetëm ti je avokat i rëndësishëm i çështjes së rëndësishme, por je edhe prezent në studion tim dhe me të vërtetë falenderoj për këtë. Është kënaqësi të ndodhesh në këtë emision me ju. Unë kam shumë pyetje për të bërë, po në fillim çdo gazetar do të bënte pyetje jo po si kjo, si ajo, po pse zgjodhi ty Klement Balili avokat? Mjoja ime është me këtë familje hershme. Kam qenë avokati dhe përfaqësuesi tyre në shumë çështje, kryesisht edhe të problemet pronave. Kanë shumë probleme familja? Probleme biznesi, me fjalë çështje tregtare dhe biznesi. Dhe ju keni qenë avokati i familjes? Prej vitesh. Sa vite keni? Mbi 15, 17, 18 vjet. Sa procese fjala vjen? Shumë procese të karakterit civil kanë qenë. I kanë fituar, i kanë humbur? I kanë fituar kryesisht sepse kanë pas të drejtë, mbas të provave dhe të ligjit. Je i kënaqur me pagesën që të kanë bërë? Pagesa është diçka e zakonshme, ashtu siç janë tarifat të shërbimit, kanë qenë avokat, të kësaj natyre. Që ti je avokat i Escobarit Ballkanit, dhe të thuash e zakonshme, as Doriana, as Arseni nuk e ha, po as unë dhe as populli shqiptar nuk e ha. Tani do të kundërpërgjigjem në formën tjetër që unë nuk e di të ketë Escobar në Shqipëri absolutisht, po do t'ishte ndoshta edhe në vendet ku mafia vërtet ka marrë karakterin më të organizuar, po kjo është importimi më i keq i fjalës ose i tregut politik, apo i karakterit social, apo juridik, apo si thosh, shtisja më e gabuar, me fjalë dhe auguri më i keq për ne. Si shoqëri, si shtet edhe si kom. Ti vesh titullin e Escobar, një personi që është i dyshuar dhe që nuk ka përjashto disa përgjimeve që nuk dihet as numri së është i tij, nuk ka as CD për të bërë ekspertizet në zorit dhe ka si thuash jo originalitet edhe jo emër të përcaktuar dhe kur efektivisht
do ta diskutojmë në një moment tjetër. Atëherë më ngasmove shumë se është normale, por që kë duhet besoj. Po mos harrojmë dhe një gjë ambasadorin tjetër. amerikan Donald Lu apo avokatin shqiptar Baftiar Rusi. Po më kujton tash një po të lexosh brengën e Ballkanit, shkojmë tek Erdit Durrami që kur kalonte atëherë, ajo me gjitha të vlera që kishte Durrami anglez, shkonin gjithë me vrap dhe i turreshin, edhe e shifshin si diçka të huaj, edhe sikur ka zbrit si një objekt që e lormi fjalë jashtë. Edhe gjithë kërkonin se çfarë bëhet me politikën, çfarë të thuhet për Shqipërinë. Kemi arritur shumë vite mbrapa, po shkojmë, nuk është diçka e pasuportueshme për ne kjo. Tani, kam një pyetje tjetër për hyrje. Pse do them? Ju e dini shumë mirë që titulli ose emri i Escobar është diçka e madhe. Po pra për këtë do të pyesja. Ndërplanetare. E njëjtën përpara ka lexuar mbasi i thanë Escobari Ballkani, e njeh Escobarin ai personazh? Ai as se kanë dëgjuar me fjalë. Po i ke dhënë një libër, në një gazetë, në një gjë? Më vonë mund të ketë mësuar me fjalë se ç'është Escobari dhe e di Kelly thoni. Po Kelly, dhe qesh me veten dhe me ata që ja kanë. Shumë ata që e njohin. E di ai që ka qenë deputet Escobari? Qesh me veten, thash, kur e kam mësuar historinë, sepse edhe me ato që e kanë formuluar. Kelly shqiptar nuk ka deputet. Dhe me ato që e kanë formuluar. Po drejtor Sarand, Amanda Nise, nuk është. Kemi shumë Kela deputet. Po mirë, po flasim për të Kelin që s'është. Po ky është Kel tjetër, po Kela deputet ke. Fejzo Subashi, gazetar me mbrojtje sërdë. Fejzo, për ty si ishte arrestimi për hyrje? Padyshim për mua nuk është thjesht dhe vetëm një lajm, që sot kemi në burg një të akuzuar për si trafikant droge. Por është diçka më shumë, është një sukses i qeverisë, është një vlerësim i policisë për mënyrën dhe metodën e realizimit të një operacioni të tillë. Pasi ne jemi mësuar dhe po më shikon komisari drejt në sy, dhe mirë kuptoj se jemi mësuar. Se e rëndësishme është që kënaqet e dirama që kur jo, pa rëndësi, ka rëndësi që kënaqem unë si qytetar që jemi lodhur nga ato operacionet, gjoja që policeske që të vemi atje, domethënë për me terror dhe me forcën diçka. Kur normalisht ai është thjesht një akuzuar, ai thjesht vazhdon të jetë një akuzuar, nuk ka asnjë bar, nuk ka në vendim të formës prerë dhe qeveria gjet një mënyrë më të mirë që s'është pse dërbuj dhe mua kjo më pëlqen. Alex Hajdari, kryetari i shoqatës policëve në lirim, i mbrojtëm sërdët. Mirë se gjeta. Alex, si ishte për ty? Ti je një oficer policie me një karrierë të gjatë dhe që i njeh edhe këtë lloj operacionesh, ke zhvilluar vetë operacione të rëndësisë më të vërtet të lartë, por si e vlerësove këtë? Sepse ajo që, shiko, nuk është gjë, policia ai dorëzuar vetë, domethënë shkon kjo apo në kohët moderne ka dhe operacione pa, domethënë kështu me silenciator po përdor unë. Vetë dorëzimi dhe negociimi është pjesë e mirëfillt e punës policisë. Po? Ajo që unë perceptova që në momentin e parë që dëgjova lajmin, domethënë është sepse policia në veprimet e saj të hapura, në veprimet në terren, në shumë raste përpiqet për cilë mesazhe te komuniteti, te grupet dhe organizata kriminale, te persona apo individ me background madh kriminal. Faktikisht ajo që përcjell te komuniteti është që për një jetë më të sigurt, për një pronë më të sigurt, për një biznes më të sigurt se sa dje, se sa një vit më parë, se sa shumë kohë më parë. Ajo që policia përpiqet përcjell tek bota e krimit është që policia po rritet, policia po forcohet çdo ditë. Ky vend nuk është më vendi ku bota e krimit, krimi organizuar, individ me aktivitet kriminal, vendi i përshtatshëm që ata zhvillojnë aktivitet kriminal. Në fakt, në perceptimin tim, ajo që pash atë ditë, domethënë pasi morëm, si më thonë, lajmin e mjaftueshëm se çfarë ka ndodhur në vërtet. Nga Berisha ne, nuk ishte flas që u bë një pasqyrë plotë asaj çfarë ka ndodhur. Unë te Berisha u informova. Ti je i sigurt që çdo punonjës policie në momentin që merr lajm se bën një agencija më e saktë, më e shpejtë, më e mirë, gazetari më i shpejtë. Çdo punonjës policie që merr që në momentin e parë që merr një lajm që goditet një grup, një organizatë kriminale apo një individ me pseudonime të tilla Escobari Ballkanit, domethënë ndjen atë pjesën e mirësisë apo dashamirësisë për organizatën e policisë. Në fakt, them drejtën, unë personalisht nuk e dëgjova këtë, nuk e pata këtë pjesë sepse ajo çfarë u përcoll dhe mesazhi që u përcoll tek bota e krimit, nëse shikojmë perceptimin tim ishte një show i shëmtuar ku individi mposh shtetin, ku në prezent shtetit, domethënë pritet nga komuniteti ku ai ka punu, ku ka jetu, ku ka zhvilluar aktivitetin kriminal, s'po them me duar tërkitje, po me dashamirësi të madhe, me përqafime,
Po pse ku është problemi këtu? Ta qoj deri në fund edhe të mendimin tim. Tjetër në emision, tani këto... Unë pa the mendimin tim. Po edhe mos më duket normale sepse kushtet e vetëdorëzimit kanë ca kushtet tjera. Në rastin konkret, që në momentin që vetëdorëzimi bëhet me dokument dorë përpara se personi të paraqitet për të vetëdorëzuar, po ti marrësh të dy kushtet në prizmin ligjor, qoftë ligjin për policinë e shtetit, qoftë kodin penal, qoftë kodin e procedurës, janë dy kërkesat që çdo shtetas shqiptar i ka. Policia e ka detyrë që mos dënojë personin kur ai shoqërohet në ambientet e policisë. Të drejtën për deklaru vetëdorëzimin e kanë çdo moment në prokurori. Pra janë dy kushte që në momentin e parë nuk është se kërkojnë ndonjë. Më duket se po e thua që bëri gabim që u dorëzua. Jo, ai bëni shumë mirë që u dorëzua. Problemi që ndron këtu, mesazhi, ajo që i kam unë është që mesazhi që ti përcjell tek grupet, organizata kriminale apo individ me grupe kriminale. Dhe po ta them shkurt sepse nuk po më lë që ta them në mënyrën që unë kisha dëshirë ta them. Është që ju zotërit nderuar të botës krimit, në çdo moment ju mund të kryeni çfarë vepër penale që keni, mund të kultivoni, mund të trafikoni lëndë narkotika në bisa tilla, nëse ne nuk jemi në gjendje që t'ju kapim, do të krijojmë kushte komode që ju të vetëdorëzoheni, pasi të keni dyshuar provat, pasi të keni marrë vesh se sa do jetë masa e dënimit dhe për çfarë do akuzohen në momentin përfundimtar që mbyllet procesi gjyqësor, mundësisht do t'ju sigurojmë një ceremoni komode që ju të shprehni kërkesat tuaja. Domethënë ajo është dorëzohesh me ceremoni. Mirë tani, mirë. Okej, do kemi mundësi. Doriana Bezat, gazetare Kronikës Zezë në News 24, më mbrëmje serët. Faleminderit që më ftua. Tani Doriana se qeshe me këto që tha Aleksi. Po i shtova Aleksit edhe diçka tjetër që si përfundim i ofruan edhe një udhëtim me Range Rover nga Delvina për në Tiranë. Kur është arrestuar Zani Caushi, se më kujtoi kolegu Rusta, në 97-ën, ishte gjithë policia e shtetit nga gatishmëri numër 1, ne në gazetë, të gazeta ku ajo punoi edhe ne në gatishmëri numër 1, bëj një operacion policor, me të vërtet, spektakolar, me armë, me fuqi, me forcë, po jemi 21 vjet, 22 vjet pas dhe nuk është e thënë që do bëhet gjithçka me forcë. Jo, nuk i flasim gjithmonë nëse qëndrojnë sepse më mirë se sa di avokati se çka ka dosja mbrana, po flasim çka kemi gjuhën në media, sepse avokati kur është i rezervuar unë e kuptoj shumë qartë. Avokati flet me çka ka dosja, avokati nuk do na thojë ne këtu si çka ka bëj. Ky do flasi dosja ka këtë prova. Se ai mund të ketë bërë gjëra më shumë se sa dosja? Unë nuk është drejtën time, është gjykata që flet. Okej, po Doriano? Për mua fakti që Kelmend Balili është pas ekurave është një lajm shumë pozitiv. Mirë po jam kundër asaj që të shitet si një operacion, apo si që është thënë, qoftë nga dalja e ministrit të brendshëm apo edhe e politikanëve. Deklarata e ishte korrekt. Po që Rama pasaj fillon... Dhe dorëzimi i këtij është fal një operacioni të gjerë gjurmimi. Nga sa nga pamjet që kanë dalë nga kolegët, po ashtu edhe nga sa kemi marrë vesh nga punojësit e policisë nga burimet tona, në gjithë këtë histori nuk ishte fare asnjë operacion gjurmimi, aq më pak të gjerë, si që shqip. 2 vjet e 4 muaj në kërkim o ti... Po janë 14 operacione që... 15. 15. E ke pas në Tiranë, dhe ke njerë që i kanë pa kafe duke pi kafe. Kjo është problem vullneti. Du ta vërtetosh. Ose ka dalë me foto që mund të plash në Sarandë. Ti je policë i nderuar, ke një karrierë, du ta vërtetosh të. Ke provon të... Po ta shikosh edhe vetë, thot që unë kam qëndruar në vende shumë... Më thënë Gjirokastër. Jo, ka thënë, kanë qënë edhe në Tiranë. Ti je profesionist komisar, po unë nuk besoj që nuk jam dakord me kolegen që të thotë që policia ka fjetur, nuk e thash në citonin korrekt, nuk thash që ka fjetur. Thash që vetëdorëzimi i tij është një lajm i mirë, por nuk është fal punës policisë. S'ma mendje që kolegët të kanë fjetur. Okej, ta prezantojmë edhe kolegun tjetër. Arsen Rusta, gazetari Kronikës Zezë në një report i mbrëmjes së erdhët. Në report të vëmë, falë, se... Pa problem, 100 vjeç emisioni, vetëm do doja të ndryshoje një gjë, po thua arrestim, nuk ka arrestim të Kelmend Balilit, proceduralisht ka vetë dorëzim. Kjo është e shkruar dhe e bardha me Zezë. Dhe ai që vetë dorëzohet, arrestohet? Jo, nuk arrestohet Kelmend Balili, është komuniku urdhër arresti dhe në mungesë. Ta e ke avokatin aty, ta konfirmoj. Kështu quhet avokat? Jo, nuk është, nuk i kenda, ajo është tash në masë sigurimi. Po masa sigurimit ka qenë dhënë këtu e 2 vjet përpara. Arrestim quhet kur vjen ka policia. Kushtet e flagrancës ose një person kërkim. Ai që dorëzohet. I komunikohet letra në pranit avokatit. Nëse ati është bërë presion. Kaq më po diskutojmë diçka të ndajmë. Atëherë ka hyrë në një forestrat, ka hyrë ke forestrada Ardi Veliut, më pas nuk ka pas pranga ai zotri. Ai deri në komisariatin numër 6 ka ardhur pa pranga.
Ka pa pranga deri komisariati numër 6. Mos është thënë mo ti Jo, tani më ai është thonë se dorëzohet të arrestim dhe vetë dorëzim janë dy terma Sot atje ndryshme. te kafazi si ishte. Sot atje ka fazi si çdo njeri që shoqërohet nga dhoma para burgimit Ka qenë deri me pranga. Keqelia me pranga se sta pranon gjykata pa pranga. Po është normale kjo, ç'e problem? Por vetë dorëzim dhe arrestim janë dy terma ndryshme. A është gjë e mirë që Klement Balili është aty? Po. Tani Pse? Po sepse është bo aq shumë zhurmë sa ta marrin vesh me çka ka bëu ky njeri. Arsen, ti Por duhet të ndajmë një gjë. Klement Balili nuk është bandit. Klement Balili nuk është kriminal ordiner. Klement Balili mund të akuzohet për trafik ndërkombëtar drogësh, por nuk është as vrasës, as njeri që i ka bë dëm Shqipërisë. Tani po flesi avokat tani? Jo, s'po flasi avokat, po flasi gazetar si qytetar. Ky njeri nuk i ka bë dëm Por tani nëse ti Po akuzon si ka bë dëm për Shqipërisë trafik ndërkombëtar drogë, drogë, ambasador, thot peshku madh ky, peshku madh ky, peshku madh kanë bërë Samir Tahirin, peshku madh edhe këtë, edhe atë, edhe Klement Balili, tash Dem ata që cënojnë territorin diçka tjetër. Kurse kur shken një ligj. Po çfarë do të bëj Klement Balili Shqipërisë? Klement Balili është i akuzuar, akoma u them se s'ka bënë ndëm. Ai është i akuzuar derisa të marrë gjykatë. Por derisa ai ka shkelur ligjin, ka kryer një vepër, domethënë është marrë me drogë, se pranon drika, është marrë me ashash. Po dëm i Shqipërisë kush është? Nga Klement Balili. Dëm asnjëri si kryen Shqipërisë në këtë ç'është dëm, dëm është ai që ai që bën masakër, vret 3 veta. Ai është terrorist, është vrasës. Ai s'ka akuzohet për terrorizëm. Është terrorist. Ndodh në Elbasan dhe si? Ndodh në Elbasan. Pse e përmendi? Pse e përmendi? Ai që nga model pozitiv. Jo, ai s'është model pozitiv, po është kriminal as po shtur ky qendrim që mbani. Jo, s'është shtur. Dhe media ka ndonjëherë pa të drejtë, u them mbani qendrim që në fakt jo, se media ka mbajtur qendrimin e Escobar. Media ka mbajtur edhe qendrimin e Escobar. Po nuk i vjen Shqipërisë se keqja nga Klement Balili. Sepse një kolegu juaj e di çfarë tha? Jo, se më duhet ta them, se jam çuditshëm të medias. Po mirë, më 700 kg kanabis ishte me. Po. Është mermë. Po se këtu shkojnë me 40 kg karamele, më se 700 kg kanabis. 100 kg s'bën më lart në Shqipëri. A e kuptoni çfarë mesazhesh për cilin ju, qoftë edhe tek rinia, qoftë edhe tek adoleshentët, qoftë edhe tek ata që na ndjekin. Apo një kolege ndoshta juaj tjetër në një emision që isha unë tha, po mirë më tha çka kishte, bëri policia operacion, dy fishek gjeti. Okej. Po 2 fishek marrin 2 jetë. Në këtë moment unë doja nga regjia të transmetojmë një kolazh të gjitha deklaratave që janë bërë për Klement Balili nga drejtuesit e shtetit, nga politikanët. Ta ndjekim dhe kthehemi për diskutim. Si mund të shpjegojmë në ndryshe faktin që trafikanti i paprekshëm i drogës Klement Balili është ende i lirë. Sipas medias, ai ka shmangur 200 policë që kanë qenë në ndjekje të tij. Vonesa në arrestimin e Klement Balilit, ish zyrtar në Sarand, përfaqëson një dështim të madh të policisë dhe të sistemit të drejtësisë. Për 7 muaj kam nxitur policinë, ministrin i brendshëm, ministrin i drejtësisë dhe prokurorin i përgjithshëm që ta arrestojnë. Shtetet e Bashkuara i kanë thënë Shqipërisë se bashkëpunimi ynë i arshëm kundër narkotikëve është i kushtëzuar nga arrestimi dhe procedimi penal i peshtve të mëdhenj nga ana e Shqipërisë përfshirë Klement Balili. Duhet të theksoj një dështim të qeverisë, prokurorisë dhe policisë. Dështimi për të arrestuar Klement Balilin. Balili është një bos i fuqishëm i krimit të organizuar me lidhje politike. Pa diskutim që arritja në kapjen e këtij personazhi të botës së krimit është një domosdoshmëri dhe do të jetë një sukses i madh. Por mos harrojmë që nuk ishte 40 vjet përpara, ishte vetëm pak vite më parë, ky ishte drejtor, i lidhur politikisht, siç tha ambasadori, dhe politikisht i promovuar drejtor. Sot është në kërkim. Dhe patjetër që në bashkëpunim me partnerët më herët se vonë, ai do të kapet. Dinjitet do të thotë për shembull që asnjë profil kriminal i kësaj republike të mos kthehet dot në legjendë urbane. Dhe as si konsumator shampanjash të shtrenjta
në mes bllokut. Unë nuk dua të presin të vijë ambasadori e re amerikane për na kujtuar gjatë në fjalimin përshëndetës që Klement Balili nuk është kapur akoma. Përshëndes ndalimin e Klement Balilit, një person me probleme mjaft serioze me ligjin, dhe me këtë rast du të falenderoj jo vetëm agjensitë Lisë Papuse, por edhe partnerët tanë ndërkombëtar për presionin e gjithanshëm për të arritur këtë rezultat sot. Nuk kemi të bëjmë këtu me një sukses, këtu kemi të bëjmë me një manovër. Një manovër e cila nga njëra anë është manovra e Klement Balilit, që ka kërkuar 3 kushtet, mos të ekstradohet, të ketë një qeli me kushtet mira, dhe cili ishte kushti 3, pra ka vendosur... Mendova që kjo qelia me kushtet mira ishte një meme bërë sot në rrjetet sociale. Jo, unë lexova nga mediat, lexova që këto ishin 3 kushtet, dhe nga gazetarët e Kronikës nuk marrë përsi për vërtetësinë e këtyre. Nga memet pastaj lexova diçka tjetër që mendojnë se e shpreh shumë mirë, pavarësisht në mënyrë cinike, të gjithë kuptimin e kësaj ngjarje. Ishte një meme nga studentët që thonin do fusim mik Klement Balilin, na plotsoi 8 pikat e Dirama. Faleminderit, kthehemi në studio, zonjë, për diskutim të gjerë. Pse ka rëndësi arrestimi? Sepse ne filluam debatin pa e prekur si temë dhe pa e bërë këtë pyetje, po që tu shpjegojmë shqiptarëve që ky person i ishte personi më i rrezikshëm, ishte në top list, jo në list, por në top list. Ishte shqiptari më i kërkuar në Shqipëri dhe në Ballkan. Dhe në Ballkan, po. Është vërtet, Klement Balili ka qenë një person sigurisht në listën të thashtë të shumë kërkuarve, por i pari, në top listi që e thatë ju, e tregojmë vetë akuzat, do më thënë një sër akuzash për cilat e akuzohet, po, ka pasur goxha materiale nga DEA amerikane, edhe nga agjensitë të shtetit tonë fqinj grek. Ai në fakt akuzohet me sa kam ndjeni për pjesëmarrje në sigurisht në grup të strukturuar kriminal, një grup me një aktivitet goxha të gjerë. Flitet që në fakt ka një dënim edhe në shtetin tonë fqinj, në Itali, nuk e di se sa kjo nuk jetë vërtet, nuk është e vërtet, okej. Po gjithsesi aktiviteti i tij kriminal pretendohet që është i njohur edhe në vende të tjera të BE-s. Sigurisht duke qenë një person me këtë lloj aktiviteti, pra i akuzuar për këtë lloj aktiviteti, nga të gjitha këto agjenci që unë përmenda, sigurisht që arrestimi i tij ishte i rëndësishëm për të provuar apo për të vërtetuar që policia e shtetit sigurisht e ka në veprimtarinë e saj të përditshme dhe në fokus të saj edhe pastrimin, po themi, të listës së personave që janë të kërkuar. Kështu që unë mendoj se unë nuk mund të jap një numër të saktë. Lista po, këtë desha të them. Lista e personave të kërkuar është një listë në fakt që përditësohet, por policia e shtetit ka ndërmarrë, po themi, 2 linja veprimi shumë pozitive. E para, për të siguruar një lloj bashkëpunimi apo komunikimi edhe me komunitetin, edhe me qytetarët, ka filluar një lloj komunikimi edhe në faqet në webet. Në webet Balili 100 milion lekë si mori asim fshatar, asi banori fshatit të Balilit. Po nuk ka kallëzuar njëri nga ata, si duket. Prandaj se po të kishte kallëzuar do t'i merrte. Se mos i keni dhënë ose s'dim gjëneve. Por kemi në të gjitha drejtoritë vendore është updateuar, si thua, dhe është bërë publike lista të shumë kërkuarve, po themi personave më të rrezikshëm për çdo qark, drejtori vendore të policisë, si dhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, jemi në proces të një ndërtimi, të një nukli, i cili do të merret pikërisht një skuadre të specializuar që do të merret pikërisht me gjurmimin, ndjekjen dhe kapjen e personave që janë në kërkim. Një tip skuadre fast, ky është një model që kanë vendet e BE-s. Pra është një lloj modeli, kemi 28 vjet. Për të qenë, unë thash, kjo është punë e veprimtarisë së shtetit, pra nuk është e thënë që të kesh një skuadër apo po themi një sektor të veçantë për të bërë këtë gjë. Por duke qenë se rasti Balilit pra ishte një shembull i mirë. Atëherë hajde të vazhdojmë me këtë ritëm dhe të jemi të fokusuar që këtë listë
ta pastrojmë. Informacionet mia janë 200 persona shumë të kërkuar. Që këtë listë ta pastrojmë. Kështu që besoj krijimi dhe i këtij nukli i skuadrës së specializuar për ndjekjen, për gjurmimin, ndjekjen dhe kapjen e personave të shumë kërkuar, sigurisht këta më të rrezikshmit, u mendoj se do të jap rezultatet e veta. Kush mori më shumë frymthell në Ministrinë e Brendshme me dorëzimin e Balilit? Unë them, shiko, merita është e policisë së shtetit. Temi Ministria e Brendshme, temi Ministria, shiko, temi Ministria e Brendshme, po në fakt policia e shtetit sigurisht është organi kryesor i cili kryen veprimet operacionale. Klement Balili që prej 2 vjet e gjysmë, 2 vjet e 4 muaj. 2 vjet e 4 muaj, më falni se për 2 muaj se ëngra. Sigurisht që është një person i kërkuar, është një person ku policia e shtetit dhe agjencitë ligjvërtetuse shqiptare kanë qenë të investuara goxha në ndjekjen e tij nëpërmjet një operacioni shumë të ndërlikuar gjurmimi në terren, në territor. Sigurisht që flasim për një rast të vështirë, nuk është një rast i lehtë, por unë mendoj që rrethi u ngushtua dhe ne sot në qeli kemi Klement Balilin. Qartë. Avokat, po. Për mendimin tim, ajo çfarë ne do diskutojmë është kjo. Nëse Klement Balili, që sharrim dhe opinionin, nëse Klement Balili u dorëzua vërtet për shkak të trysnisë apo të presionit që pati nga operacioni që zhvilloi organizata e policisë, apo çfarë? Apo ishte momenti që ai dorëzoi. Edhe unë për çfarë u kisha një pyetje për avokatin. Po, patjetër. Patjetër, avokat, patjetër. Unë do toja këtë që nëse, lutem, ta bëj pyetjen që të na japsh një përgjigje. Nëse dosja nuk do të ishte në gjykatë dhe materialet nuk do të kisha nga Greqia, do ishte dorëzu Klement Balili? Do ishte vetë dorëzu Klement Balili apo? E tha vetëm fakt. Sekond, lutem tash, na japi përgjigje në avokati që dimë dhe ne se diskutojmë. Po jo, e tha vetë edhe që kemi korrekt me njëri tjetrin sepse ka një problem. I gjithë debati që diskutohet sot, asnjëri gjithë ne që jemi këtu bijmë dakord që është bërë shumë mirë dhe është diçka pozitive që Klement Balili është vendosur para drejtësisë. Am kupton. Problemi jo, lutem. Është kriminal bandit. Unë po them mendimin tim. Ai çfarë ne diskutojmë dhe ka hap debat është kjo. Është vetë dorëzim apo është kap sepse ne pam zotin ministër që deklaroi që u kap nga një operacion ku ishin ndërkombëtar. Gjë shumë e madhe. Gjë e madhe është që ajo është prapa hekur, kjo është kryesorja. Të tjerat pastaj han diskutim. Kelmentin e ka ndihmuar edhe drejtësia e Zotit, edhe qenja shumë qytetar që është si individ. Ju nuk e njihni Kelmentin nga afër. Është një akt shumë i lartë qytetar dhe ajo shoqëri dhe ai shtet që do të ishte në këtë shkallë emancipimi, saqë në momentin kur organet që janë të procedimit dhe ndjekjes penale apo policia e shtetit kur të kërkon apo të shpall në një kërkim policor dhe vihet ndjeni që dyshohet për një krim, nuk ka akt më të lartë kulture dhe qytetërimi që të shkojë dhe të dorëzohet përpara drejtësisë. Fiksojeni një herë mirë, ja do e them edhe atë pse nuk u dorëzua. Prej 2 vjet e 4 muajsh, në momentin që më bëhet nëse dosja nuk do ishte në këtë fazë që është tash. A do ishte vetë dorëzu Klement Balili apo jo? Është edhe unë po them që ne s'kemë me Klement Balilin fare. Po jo. Unë nuk desha ta kompromentoj bisedën këtu dhe ju jeni një panel i zgjedhur, në përgjithësi jeni gjithë jo figura të gazetarisë, politikës, ish funksionare etj. Se çdo gjë është politike, edhe ne që jemi në një profesion të lirë, në një farmase, bëjmë politikën në një shoqëri apo të një grupi të caktuar shoqëror, edhe jemi kontributor të asaj shoqërie dhe të kohës cilën jetojmë. Klement Balili është dorëzuar sepse tashti fillon ajo që quhet lufta e përballjes me drejtsinë dhe me ligjin. Ajo dosje dhe Prokuria e Krimeve të Rënda e Tiranës, pra që është i vetmi institucion më i specializuar i krimit të organizuar tek ne, që funksionon deri në momentin sa të krijohet SPAK-u, ka bërë thjesht një transplantim mekanik të dosjes të ardhur nga organet e hetimit dhe nga shteti grek. Dhe materialet e fundit kanë ardhur tani kur u përgatit dosja për të ardhur në gjykatë. Dhe nëse vërtet, kolegu im i nderuar Sollaku, kur doli nga drejtoria e policisë, sa i kursim shtetit nga 20-30.000 euro, po, të lutem, sepse për fakti se ai po të kishtë ndenjur 2 vjetë këtu. Lutem një sekund për tani deri tani zotëria. Kolegu, jo një minut, kolegu tha
që ky zotëria nuk i ka bërë ndonjë dëm Shqipërisë. As i dëm, për çfarë i ka bërë? Jam dakord me ju që ai, të lutem, jam dakord me ju që ai është një qytetar, ashtu si thoni ju, ka gjithë mirësinë dhe respektin e zonës ku jeton të banorëve të tjerë. Por për të qenë shqiptar dhe kur është i pastër, që t'i japim të drejtë komisarit e pyetja, ai duhet të ishte dorëzuar. Do kishte ndenjur. Nuk është, kur është i pastër, dhe për të ardhur dhe pjesa tjetër që kur tha ambasador, për të thënë se ky është dëmi që na i ka bërë Shqipërisë. Unë jam për atë, sot kam dëgjuar një lajm që t'jap një mundësi dhe tyje. Kam lexuar një lajm që një qytetar kanadez, shteti kinez e dënon me vdekje për drogë. Dhe gjithë shteti kanadez sot ka këtë kohë që i lutet shtetit kinez, i kërkon mëshirë për ta falur. Pra, edhe unë këtu jam dakord që ne duhet ta mbrojmë qytetarin tonë, qeveria dhe shteti. Por aman, kur themi fjalën tjetër për të mos ta dëmtuar shtetin, sidomos me këto organizmat, në vërtetë nëse ai qytetar me djalë me kulturë të vinte dhe të përballesh çfarë herë, me drejtë shkatëtet. Shkëm tek e kundërta. Po shteti a nuk e dëmtoi këtë njeri dhe pajti të po them dhe këtë që a ka fajtor sot në botë apo dhe në Shqipëri, të lutem tani. E ka dëmtuar jashtëzakonisht shteti, politika dhe diplomacia. Dhe pse ka dëmtuar Kliment Balili, do ta them, ta argumentoj. Nuk e ka futur në politikë dhe nuk e ka futur njëri me zonë politikë. Se kuptoni këtë tani. Unë e kuptoj shumë mirë. Ne po shkojmë si turm tani nga mbrapa, çfarë po thonë? Çfarë kanë artikuluar tjerët? Patjetër më çka ka artikulojnë. Domethënë, ata që artikulojnë janë politika, klasa politike, janë ata që bashkëpunojnë. Atë kërkojnë ndjesë për ndërprerje publicitare në këto moment dhe kthehemi sërish. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio, po ishi duke debatuar për statusin që ka pasur ky në Arrati. Tani unë do jap shpjegime se rreth pyetjes. Jo, shiko, këto si avokat shpjegime t'jepi atje. Këtu kemi një problem. Pra, e falenderoj kolegun, falenderoj dhe Landin, të dy, do më thënë se të kërë, kur të thot, a i ka bërë në dëm Shqipëri, zotëria? Dhe a i që jini juve, pra, ju jini avokat dhe jini mbrojtësi tia. Dhe është pyetje normale, a i ka bërë në dëm Shqipëri? Shiko, ne jemi avokat dhe ne jemi... Normalisht, unë të thashë që për mua i ka bërë. Jam të akord me ju që është aja kuzon. Ne jemi si mjeku me pacientin. Pra, efektivisht, Kliment Balili nuk ka akuzuar vetëm. Nuk është në kushtet e pranimit të fajësisë. Pa tjetër, mos po themi këtë në po themi. Deri sa t'jepet një vendim gjykata ishte pa faqe. Që si do ta ndjeshi ju veten në qoftë se nuk e keni provuar se çfarë padrejtësie. Jo, ja si ndjej veten unë avokat. Të merresh nga rruga ose duke qenë në jetën tënde normale dhe të zakonshme dhe të akuzosh ti. Avokat, më pyet mua si ndjej veten që dali jashtë shtetit. Ja më pyet mua, di si ndjej veten unë që mua Shqipërinë time, vendin tim me dashje, me të drejtë pa të drejtë, pra të fatër ta ti zotërisë, atë të tjerve, mua më njohin si vend kriminal, si vend i drogës, si vend i kësaj, i aksaj, dhe ne do të ndezim kështu zjarësh, dhe të shërbejmë për atyre që na duan kashminë tonë. Ambasador, ka një pyetje deri për drejt. Ambasadori amerikan, domethënë sipas e ka futur kot? Tu them diçka tjetër pra që ta kuptoni. Po mirë, ambasadori amerikan, mos është dielli që ngroh planetin sapo del aty në televizor dhe Shqipërinë. Tash, jo, po do bëj, më leni të argumentoj tani. Nëse jam, më leni të argumentoj, ju lutem. Ambasadori amerikan, ju referuar familje kriminale të tani tu them diçka. Familja ja, një ambasadori shqiptar në Greqi. Po çfarë është më vëlla tani, po ç'ka të bëj një deklaratë ambasadori shqiptar në Greqi? Vetëm ambasadori amerikan në shtetin afrikan. Atëre, zoti Landi, merri përgjigjen. Do dorëzoja për Kliment Balili. Do t'i them zotërisë, zotit Hajdari. Që ishin, s'do dorëzohej. Me këto që kanë ardhur tha Baftari dorëzohet, s'ka rrugë tjetër. Nëse Kliment Balili do dinte rreth veprimtarisë kriminale dhe do t'ishte sa do pak i përlyer rreth atyre akuzave që ju duket sikur ço që është, por nuk ka Escobar dhe nuk ka kriminal ndërkombëtar, ta dini fort mirë në gjitha shtetet që levrohet sot pra lufta kundër krimit të organizuar edhe trafiqeve, si qënë me drogat e leta. Kanabis sativa është barmër, zotri, pijet, si edhe përdoret për ilaçe në shumicën e ke në disa vendet të përligjurat kultivohet si bimet e arab. Të lutëm tani, prit. Po të lutëm tani, po prit, se është bërë fjalë për drogat forta, për kokainë, për tjerë, edhe sikur ka qarkulluar kokainën me tonelata në gjithë vendet e botës, përse është ashtu, pra, këtu është baltosja me madhe, edhe duke i është vënd diçka që nuk ekziston. Dhe po t'ishte kështu Kliment Balili, nëse do të kishte prova, unë do donja që të dilte tani nga burgu, sinqerisht.
ti ishte të dilte i pafajshëm. Sinqerisht do të dilte tani i pafajshëm ai zotëria nga burgu. Por fakti që ai u fshet 2 vjet, më shumë e implikoi veten e tij. Pra nuk mund të ketë asgjë, po fakti. Përgjigjen Azizia ka dhënë, po ja hapun përgjigjen edhe për këtë që thua ti dhe do bëj edhe lidhjen tjetër. Merë përgjigjen Tani, Kelmen Balili tani ballafaqohet me provat se thash edhe një herë. Tani erdhi dosja në gjyq. Tash u formulu kërkesa për gjykim. Dhe me shumë vonesë është përgjigje dhe letër porosia pra prokurisë shqiptare shteti grek megjithëse kishte detyrimin mbas konventës që të ishte shumë më tepër korrekt. Por ta dini që nëse do të ishim në këtë fazë procedurale të hetimit, pra që erdhi dosja për tek gjyqtari paraprak, pra i hetimit paraprak, Kelmen Balili do të ishte dorëzuar shumë kohë më përpara. Po të mos ishte dosja në këtë fazë, a do ishte dorëzuar Kelmen Balili? Tani ai ka u vetë dorëzu, tani kërkon të ballafaqohet. Pyetja e Aleksit? Po të mos ishte dosja në këtë fazë që është tash. A do ishte vetë dorëzuar Kelmen Balili? Jo, nuk do ishte vetë dorëzuar, se do rrinte kot në burg. Se s'kishte me çfarë të ballafaqohet. S'kishte aktet me cilën do ballafaqohet pra. Po nëse s'kishte prova atëherë do të merrte vlefsi masë arrest me burg. Absolutisht po them. Do të merrte vlefsi masë arrest me burg se një avokat. Sepse duhet të ketë një dyshim të arsyeshëm. Po pikërisht. Dhe nëse nuk do kishte prova dosja, siç po thoni ju, dhe s'do kishte me çat ballafaqohet. Në fakt po jeni kontradiktor. S'jam fare kontradiktor. Është kontradiktor. Dhe në fakt këtë gjë e ka thënë avokati i tij. Pra pse doni ju? Është një nga penalistët më të mirë atje. Dhe ai ka thënë, edhe ai e ka mbrojtur në këtë tezë, që dosja e klientit tim Kelmen Balili, ai ka dhënë një intervistë. Kush ka thënë kështu? Avokati grek. Po, ka dalë në media. Dhe ka thënë që para një viti nuk ka prova. Po vërtet s'ka prova. Atë pse s'u dorëzuan? Po të dorëzohej, po zotri. Po s'ka prova, po nuk të dënon njëri pa prova. Po nuk dëshet i dorëzohet shtetit grek, mos a doni të dini tani se si bën gjyqjet për një shqiptar në Greqi apo jo? Mua sot nuk më akuzojnë për 100 akuza. Por nëse s'ka prova nuk dënohem. Prandaj kështu që jeni kontradiktor. Jeni kontradiktor. Okej, Arsen shpjegon Baftiari, dorëzimi pa dosje në gjykat rrezikonte ta çonte në Greqi. Kaq. Jo, po s'ke. Jo, transferimi i procedimit. Edhe sepse procedimi në Shqipëri është nisë në bazë të deas amerikane. Avokati në Greqi s'ka prova për këtë. Problemi që ne absolutisht ka prova. Absolutisht ka prova. Do bindeni vetë se nuk dua të dekonspiroj dosjen që s'ka prova. Ka qenë gerçi kësaj çështje. E gjithë pjesa e bashkëpunimit me aktorët pa njohur që ne nuk është se do e diskutojmë sot tu, është kjo, që çështja e gjithë regjistrensave ka qenë çështja të regjistrohet në Shqipëri, sepse shteti grek ka kërkuar me këmbgulje që këtë çështje ta hetojë, të regjistrohet atje dhe të ndiqet atje. Pse? Sepse Bozi Nazer Seidi që u pagetu iku. Kjo për shkak të pse kishte procedim në Shqipëri. Besueshmërisë që kishte shteti grek për mënyrën e hetimit të gjykimit të çështjes. Në momentin që është regjistruar, në momentin që çështja është regjistruar në prokurorinë shqiptare, problemi është i zgjidhur sepse do është i zgjidhur sepse do gjykohet do hetohet këtu. Do hetohet. Ndërsa nëse jo, absolutisht. As për prevalimin e dënimit grek. Nëse do ishte regjistruar çështja në Greqi dhe do ishte gjykuar atje, e vetmja mundësi që do kishte shteti shqiptar është njohja vendimit gjykat që do kishte shteti grek dhe maksimumi nuk mund ta ulesh më shumë se sa 2 vjet masën e dënimit. Janë gjëra shkruar në ligj. Tani në këto rrethana mund të ekstradohet në Greqi? Jo, nuk ekstradohet. Nuk ekstradohet. Është problemi i dytë. Kjo është palës greke që është drejt burgut për jetë. Mund ta sqaroj këtë pse nuk ekstradohet. E para edhe sikur të kishim marrëveshje ekstradimi me Greqinë, nëse unë nga momenti ku shteti shqiptar pra kaloj në qëndrimin proaktiv, pra e regjistroj procedimin penal, regjistroj dhe në regjistrin e referimit veprave penale emrin e Kelmen Balili, lidhur me këtë vepër penale, për këtë njëjtin fakt që po heton edhe po gjykohet në Greqi, jo po e them se është vërteta. Është në atë moment ai vetëm nëse do dëshironte të paraqitesh vetë shtetit grek dhe të hetosh dhe të gjykohesh atje. Dhe ta dini që ai kishte vendosur që të përballet me drejtësinë shqiptare pavarësisht situatës se ku ndodhet drejtësia shqiptare. Në deklaratën e tij pati thënë të kundërtën, nuk ka besim te drejtësia shqiptare. Tani si mund t'i zgjidhim ne? Deklaratat janë shumë kontradiktore. Tani çfarë them unë? Po se janë deklarata, nëse do t'i mund t'i gjejmë, po ndoshta edhe si jemi përgatitur në këtë emision. Ai ka thënë nuk ka besim te drejtësia shqiptare. Prova nuk ka. Në situatën gjithë lufta çështjes ka qenë kjo, që çështja të regjistrohet në Shqipëri dhe në Greqi. Kjo është momenti që është gjithë ky problem. Prokuroria krimeve të rënda të paktën ka qenë prokurorit më dinjitoze. Kush? Prokuroria krimeve të rënda. Me prokuror shumë të mirë. Pse ka një 67% të dënuar pa fajt dhe pa prova nga Jo, absolutisht. Janë prokurorët më të mirë dhe korrekt, po do të thotë që shumë, kanë qenë pjesë e grupeve hetimore të përbashkëta, nuk mund të hidhni balë tash. Që mos i fusim gjithë prokurorët. Kam një pyetje Arsen. Tani sot atje e ndoqe seancën.
më përshkruaj, më thuaj në detaj, përpara se ne të komentojmë ato që ka thënë vetë Balili, dhe do t'i komentojmë këtu. Çfarë ndodhi? Si do duk Balili? Keli, si që thonë fshati? I qeshu. Jo fshati, më jo. Se si thotë vetëm fshati, Keli atit. I thotë dhe gjysma parlamentit që ka pas e ka marrëdhënie, i thotë edhe shumë nga biznesin në teritorin shqiptar, mos them gjysma jugut, se nuk është një personazh i panjohur Klement Balili. Ta dalin bëjnë... Dhe i hershëm. Ta qënë gjithë kriminel Klement Balilin. Ta kanë bëjnë inaugurime në krah Klement Balilit. Ku doli këj kriminel? Unë e thash që fillim, Klement Balili nuk është familje... Po jo... ordinere. Një sekund, prisëm pyte, nuk është familje vrasis, jo për ti bo mbrojtësin Klement Balili. Klement Balili është në probleme ligjit. Tani, nëse dikush akuzohet për trafik ndërkombëtar narkotikësh, edhe organizatë kriminale, një sekond. Po, ore, e kupton çfarë duhet të thënë? Po e kuptoj, po i ke pa letrat, organizatë kriminale. Ska nevojë, një njeri që akuzohet për organizatë kriminale, më fal tani. Nëse tjetri merr overdozë e vdes, ç'është ajo? Po pra dhe çfarë po them tani? Mos e bëj tani. Po mima, ju mund ta bëni si doni. Indoktrinuar më shumë se sa duhet. Po unë po pyes, si njeri i akuzuar për... Sot ai ishte një njeri i cili ka dhënë generalitete përballë gjykatës dhe ishte shumë i kënaqur, sepse ai ishte vetëm verifikim kushtet e masës, ishte shumë i kënaqur që ishte ulur në bankën të akuzuarve, se po të kishe përfunduar në Greqi, do i kishe shumë të vështirë sa këtu. Do doja një koment, ju lutem regjia slajdet që kemi përzgjedhur nga deklaratat e Balilit, do doja një koment. Slajdi parë, nuk jam dorëzuar, sekondash, nuk janë dorëzuar më parë, sepse nuk ka patur prova dhe çështja ndaj meje që në momentin e parë ishte politizuar. Ishte ekstreme duke mi quajtur Escobar. Kështu unë nuk isha besim. Doriana, komendi yt. Është intervistë me kolegun Artan Hoxha. Ka një farë të drejtë këtu dhe këtë doja ta cekja në kohën kur po fliste avokati, që unë nuk jam e mendimit që Escobari apo Keli është i pafajshëm dhe nuk ka bërë ndonjë vepër të rënd penale, nëse pavarësisht se ai është në kuadrin e të dyshuarit. Tani po edhe sikur ta marrim të mirë qenë që ai është koka e një grupi kriminal që ka trafikuar rreth 700 kg kanabis, është një vepër penale e rënd, por si ky personazh ka dhe shumë të tjerë në Shqipëri që kanë trafikuar me ton, një rast në Vlorë më them që janë kapur 40 ton, po ata nuk i është vënë Novka Escobar, nuk ka folur gjithë politika për ta, nuk kanë folur ambasador të ndryshëm për këtë, prandaj po them që ndoshta edhe në media, ose fakti që ai u fsheh për shumë kohë, fakti që pati shumë operacione policore që dështuan, fakti që nga një anë thuaj që po kërkoi, po them një shprehje edhe në vrim të miut dhe më pas dilnin foto që ai bënte plazh në Sarand. Të gjitha këto u mblodhën bashkë dhe ngritën atë e glorifikuan më tepër se sa është. Maksimumi që mund të jetë është një trafikant, po kaq. Komenti yt, edhe njëri lutem regjis slajdin. Po them, sigur ta marrim koment. Jo, koment këtë. Po. Pra, unë jam dakord me atë dhe me komentin e tij dhe me atë që thot, për arsye se në fundit edhe ai ka një merit që u dorëzua, të mos ja heqim gjitha meritat, mos ja lëm tëra meritat, mos ta lëm pa merita edhe këtë për dorëzimin. Por një diçka nuk jam me kolegen se ai nuk quhet thjesht një transportues i 700 kg drogëve. Pra, po të shikojmë nga akuzat, domethënë se spacciator dalin se bëhet. Pra, akuzat janë, domethënë nuk po bën. Ai është skafist. Prandaj po themi që prandaj Komendi pra domethënë është më pëlqen që ka bërë një zgjedhje të zgjidhur. Dua një koment nga ju, zonja zëvendësministre, dhe një lutem regjis. Po. Unë sigurisht them që deklaratat janë kontradiktore, unë i qëndroj logjikës time që në fillim. Pra, që në fillim zotëria thotë që nuk janë dorëzuar sepse nuk ka patur prova, ndërkohë ende sot pas 2 vjet e 4 muaj jemi në variantin që nuk ka prova, pra prap nuk ka prova, kështu që nuk e di se çfarë ka përfituar dhe ndërkohë do të ishte shumë komod sepse nëse nuk do kishte prova, nuk do kishte të mundur, domethënë, të merrte as masën e arrestit me burg, kur s'ka prova dhe kur nuk ka një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova, të lutem, atëherë unë të gjë nuk mundem dhe nuk arrit të kuptoj, pra më duket kontradiktore, kështu që unë, jo vetëm si zëvendësministre e brendshme, por vazhdoj qëndroj qëndrimit, po patjetër, po unë gjithsesi nuk po flas në pozicionin e kuptimin që ke kulturën juridike. Po prandaj them, nëse s'ka prova
atëherë kishte dalë do ishte Sollaku kishte që nuk po futet para 2 vjetësh, se zota e bukën e shtetit. Megjithatë, unë i qëndroj sigurisht versionit të policisë shtetit, për atë që kemi thënë, unë them që ka meritën e saj, policia e shtetit, puna e madhe, gjurmuse, presioni, dhe si duket ka bërë llogarit në fund e ka thënë më mirë të dorëzon. Një koment për slajdi numër 2, deklaratën e Klement Balilit. Kishte dalë Sollaku para 2 vjetësh, se thoshte që s'futet se s'ka prova, s'ka pse ta e bukën e shtetit. Lutem regjia ja punë sekondash sa po. Gjatë kohës që kam qenë në kërkim, kam qëndruar në një vend me publik të madh si Gjirokastra. Policia asnjëherë nuk ka qenë afër vendit ku qëndroja unë. Çfarë do të thonë e karkezoj? Policia asnjëherë nuk ka qenë afër vendit, këtë nuk arrit të kuptoj. Unë ditë them që policia e shtetit, çdo drejtori vendore, këtu ka dhe eksperti zoti Ajdari e tjerë, pra ka një SPZ, ka një të plot fuqishëm të lagjes, që e themi ne, pra policia ka një kontroll territori, e ushtron një kontroll territori, ka një zonë policore, ka patrull, jo po ka thënë në një vend publik, se do të thonë se kjo më çudit, të populluar, të mbi populluar në një vend po, dhe kjo, dhe patjetër, kështu që policia absolutisht dhe kjo vëret, ka kontroll mbi territorin, janë edhe patrullat, të cilat janë edhe 24 orëshe. Kështu që unë nuk di tash të bëj slajdi numër 3, Landi tregj vëmendjen shumë të madhe me këtë. Slajdi numër 3 dhe kthehemi sërish aty. Po slajdi numër 3, po, u dozova me 16 janar sepse ka marrë një njoftim nga avokati që ka ardhur një dokumentacion për të gjykuar dhe çështja ime i kalon te drejtësisë shqiptare. Nga ky moment u tregova i gatshëm të dozohesha. Në këtë rast, si juriste do thoja që ka dëgjuar këshillin e avokatit. Ka dëgjuar këshillin e avokatit. Po edhe ju po të bëni për avokat do ndigjoni. E keqja e kësaj komendi juaj për 3 slajde, 3 deklaratat. Po tjetë për pjesën që thot çështja ishte politizuar, i vetmi faj që i ka politika është sepse i ka kriju terren për të kultivuar kanabis pafund gjithanej. Kjo është. Po lidhje të Klement Balili me politikën ka? Që themi ka lidhje, duhet i kemi gjërat e dokumentuara, që të flasim në ajër nuk është mirë. Paktën ka çfarë dëgjojmë në opinioni është që kim mbushur me mbështetje politike. Pyetja e madhe, $1 milion në gjithë histori është lidhje të Klement Balili me politikën. Tani mund ta sqarosh? Po sqaroj. Klement Balili është edhe familja Balili, tërësisht familje e madhe. Sepse janë 5 vëllezër, kanë një përembes, po, edhe kanë aktivitet shumë të gjerë tregtar. Ku i kujtoj diçka që ta fiksoni një herë mirë dhe të bëj edhe lidhje, se për mua unë kam bindjen time dhe kam thënë ndoshta edhe në pozicione tjera që si është importuar termi Escobar dhe si është marrë dhe amplifikuar pastaj në gjithë sensin politik, shoqëror, diplomatik e tjerë që do ta argumentojmë më vonë. Dhe lidhur me faktin që duke qenë familje e madhe dhe me shumë biznese, në vitin 1998 ajo Santa Quaranta që u duket diçka shumë e bukur, pak se është natyra ajo që e ka bërë, është ish kampi punëtorëve i rikonstruktuar dhe është blerë me çmimin me ankant në atë kohë që doli siaseti ka merë $800,000. Dhe janë të vërtetuara 4 ciprish pra të blesh në 1998. Po pra, po me burime të ligjshme. Çfarë? Në çfarë aktiviteti? Me aktivitet tregtar, me polici private, me ndërtime dhe pastaj janë të argumentuara dhe mënyra se si është, sa ka shku investimi i kësaj, i gjithë kësaj pasurie, që nga momenti kër është blerë, deri momenti sa është inauguruar. Dhe këto duke qenë familje me shumë aktivitet dhe me shumë... Thrasës Doriana Bezat në emisione mos këtë vrasje. Nuk të thrasë me ëndë. Qa ka ndodhur në Korç? Vrasje në Korç, në lagjën 10 është vrarë një person me armë zjarri. Tashi, këtu keni drejt toni kriminal, ku ka për tjetin flagrancë ku kryu një krim, dhe jo për një dyshuar për trafik, për një episod që është 678 kg. Mos ta diskutojmë se ne kur diskutojmë nuk kemi gjë me zotin Balili. Kush është qëndrimi politik? Kush është xhelozia për Balilet? Tashi, nëse këto akuza qëndrojnë, unë nuk i them dot atij që nuk je pjesë e krimit. Nëse këto akuza nuk qëndrojnë, po kriminal sot është shumë i gabuar. Nuk i thot njëri ashtu. Ka një problem që fenomeni Balili. Landi, ka një problem që mendoj që fenomeni Balili. Kush është lidhja me politikën e Klement Balili? Se besoj që për këtë që kërkon ti do bëj mbrojtje më të mirë ne. Unë mendoj që gjithë paneli jemi dakord që titulli Escobar që i kanë vendosur atij është çik i fryrë më tepër se sa ç'duhet. Egzageruar. Po, për këtë biem edhe gjithë familjes edhe fisit. Dakord, nuk po diskutojmë dëm. Po e ka shkatruar psikologjikisht.
edhe në gjithë sensin tjetër mbrapa. Nëse është e vërtet që është morë me kultivim dhe trafikim të planëve narkotike, një vendos emrin ti. Po flasë më parimi nuk ka lidhje i emri. Jo mund, është Aleksi, ka trafiku dhe ka kultivu lëndë narkotike, vendosja emrin ti si qua mund. Po ku e ke faktuar që ka kultivuar? Nëse është e vërtet, më zotëri po them se... A i thot nëse është e vërtet. Nëse është e vërtet, mos ta them gjë, lutem. E vetëmja gjë që nes na takon sepse s'kemi as i provë në dorë, i vetëmi person që ke informacion mbi provat i vetëm ti, besoj nga gjithë edhe zonja zëvendësministre nuk besoj që të ketë shumë djeni për dosje. Po të më digjoni do të atom shkurtimisht. Unë gjykoj që nes du të merrim me emrin ati, ne du të merrim atë çfarë ka ndodhur. Po të shkojmë një se ma bëri pyetjen se kush është lidhja me politikën. Këto duke qenë se kanë pas shumë vota, bëhet fjalë për mira vota, me gjithë lidhjet që kanë. Lidhje pune, tregtare, lidhje... Po, gjaku, gjinie, mitësie, pra në Saran, Delvin, atje në Stjarë, dhe janë njërët më saroni dhe një gjë tjetër. Po, me organizimin që kanë, pa të punësosh njërës, pa do në dini këtë tjetër më që kanë qenë 500 veta të punësuar në 2015 në Santa Quaranta, 500 veta kamarierë dhe sektori shërbimit të një biznesi kaq brillant që u bo gjelos Greqia. Nuk, pse se bani këtë lidhje? Dhe në momentin që është që ato e panë, po prit tani se t'jemi shqiptarë të një pakët. Jo, po është... A ishte kompleksi mimi në Shqipëri, po jo që ti ishte gjelos Greqia. Po pse së është bo Greqia do të është ti? Po pra, nuk është gjelos Greqia të një, po si kujtoni unë që ose shkon, për shemull, shkoshin 2.000-3.000 turista, kaluan vetëm për një sezon turistik, apo 10.000 turista, nuk është dikim të turizmi Matandetit atje të Greku. Nuk e besoj do të logjikën që shteti grek merret me një hotel. Atëherë lidhja me politikën është kjo. Ata momentet e para i kanë shërbyer Partisë Demokratike, ndjeshëm me gjithë votat që kanë pas, pra kanë qenë politikanë të përkrajës programeve edhe të individëve. Më vonë mund të kenë qenë ke majta, më vonë kaluan fund me LSI-n. Jo, pse e ka thënë Klement Balili që e kam nga Sali Berisha këtë? Sepse ajo... Se është publikuar intervjisës. Po bëhen gjelos të shi. Kush bëhen gjelos? Bëhen gjelos politikanët ku shofi që ikin mira vota. Tani Greqia gjelos. Berisha gjelos. Po pse si thoni ju? Po pse si thoni ju? Po si erdi pra? Po mirë, a i një dakon pra që... Ati Berisha si 200.000 vota o tani? Po termi Escobar, a i takonde Klement Balilit ka që po them. Escobar i takonde? Por Escobar... Lere se e frym. Kësa e pa... media diçka tjetër. Tani... Avokat, sa e pa... Populli, sa e pa... Shkurt, qartë dhe prerë. Pyetja është lidhja me politikën. Avokat, u bë një pyetje, tha, a u vedorzua, o si u dorzua që kërthun? Pra, konkluzioni im është kyqë. Për shkak sepse kam pas shumë vota elektorale, nuk bëhet fjalë me qindra, po me mira vota, kalimi nga një subjekt e tjetri, në drejtim të programeve dhe si votuz, ka bërë ato që ka kriju gjelozin politike. Deja Amerikanë pëse u bë gjelozë? Dorsta Deja Amerikanë me tuaj mu, Deja Amerikanë unë nuk e di se pëse është bërë gjelozë, po them që në asë një vend botës me kanabis edhe me marihuanë nuk është marë. është marë vetëm me droga dhe forta. Deja bëhet gjelozë vetëm kur lëviz tregu kokainës. Po pra... A dini që është struktura e Dejas pra, edhe me qëfar meret Deja. Deja po them që akuza e këti është një episod me barë, me kanabis. Kalove ti 5 ton ashash, Deja nuk meret në ashash. Këtë pikpytje dhe ju pra në kokainë, atëri si ka mundësi pra, si është fut Deja këtu pra, o avokat, si është fut Deja këtu kur nuk meret? Po qarë po faktojmë, pra nëse do të kishte pra prova materialet e karakterit të drogave të forta në qarkullim, në treg, në financim nga Klement Balili, do ishin në dosje mërzotri, se nuk e ka bërë për hatër greku. Përgjigje, e njëta pyetje, se do dhe në avokati dhe vetë Klement Balili dhe akuza zyrtare, është për atë 678 dhe nuk ka kokainë, heroinë, bla bla bla. Si ka mundësi atër e Arsen? Në vlerësimin tim, o do sjellin materialet të reja. Kush? Deja? Prokuroria e Krimeve të Rënda së bashku me Deja dhe me një agjenci tjetër. O do t'i sjellin shumë shpejt, ose Klement Balili, maksimumi 2020, baron gjithë procesin. Deputet. Po mbase nuk e di, deputet s'mund tjetë për shkak ligjit dekriminalizimit. Për ligjin dekriminalizimit nuk mund tjetë deputet që këtu bie kjo. Dhe del me një dënim penal, del edhe me një dënim kundrejt një vlere monetare për evazioni fiskale për fshirje pasurie, sepse po ta lexosh dosjen që ka avokati me kërkesën me gjykim, po të lexosh vendimin e sekuestrës, jemi këtu, po duhet i themi shqiptarëve dhe një gjë. Kam bojë sekuestro, ka i listë gjatë pronash. Gjysma atyre pronave, po kjo prokurori dhe gjykatja ka kthyr pra Balili.
Se i ka sekuestru gabim. Ja ku e ke avokatët ta konfirmoj. Është sekuestruar? Sanda Kuranda është administrimi administratorëve shtetëror. Po mbi 10-15 apartamente që i kanë sekuestruar me bujë, ja kanë kthy pa zhurmë. Ja kanë kthy. Po s'ka lidhje pse nuk është asnjë kriminal. Po në Sarandë, edhe në gjithë territorin e Shqipërisë. Do në këto momente me vërtet pyetja kjo, çfarë ka të sekuestruar? Atëherë po u them diçka. Realisht ka një vendim sekuestri që nga momenti kur është regjistruar, pra kur u vendos masa e sigurimit, për mbasi erdhi pra materiali i parë me letër porosi dhe që u ishte regjistruar procedimi në shtetin grek, u vendos masa e sigurimit. Momentin që u vendos masa dhe ishte shkruar dhe emri tek referimi veprave penale, filloi procesi i hetimit pasuror. Dhe në atë moment, si çdo vend, siç bëhet këtu tek ne, si çdo rast tjetër, ju sekuestruan të gjitha pronat përfshi nga Santa Quaranta, nga Trulli ku ishte ajo, edhe pallati që kishte bërë një firmë tjetër ndërtimi. Dhe po u them që në gjithë investimin që është bërë, pra në pasuritë që bëhet fjalë për Santa Quarantën, e thash që fillesa është viti 98, pastaj ajo ka rreth 30.000 metër katror truall, dhe 2.000 metër katror truall janë zhvilluar, është marrë një lejë ndërtimi, është bërë një pallat shumë i bukur. Dhe e kanë bërë dy vëllezër një subjekt ndërtimi, pra dhe investor që janë nga Berati. Dhe aty po them unë jepja përgjigje Landit, se po e kalojmë te sekuestro dhe s'është shumë interesuar qytetarit. Thoj gabimi aty zotris do të ishte në rinë tënd? Po. Domethënë, gabimi aty është që vaj u lidh me politikën, se po mos ishte lidhur me politikën, nuk do të ishte në ato për masa që sot. Pra mos kërkohet ta thosh pse u lidh. Pra, dhe ky është një mesazh që duhet t'japi more zotrin se do merren njerëzit me drogë, nuk përfundon me Balilin e me të tjerët, që sa më larg politikës të rrini do ta keni më të lehtë, mund të përfitoni sa më shumë nga politikës. Është politika duhet të rri larg tyre. Jo politika s'rri zakonisht larg tyre, po. Kjo është politika duhet të rri larg tyre. Politika do vota. A politika fiton votat dhe Jo, edhe ai që shkon me mendimin ekonomik edhe që lyp Ky është gabimi, pra mos mundot ta mosh, ai ka qenë vazhdon të jetë i lidhur me politikë. Okej, kam një pyetje për zonjën zëvendësministre. Pak a shumë me këtë që bëra dhe avokatit. Cila është lidhja e politikës e Klement Balilit, sepse gjithë ai interesimi i madh i opinionit dhe medias aty lidhet, ëh? Domethënë nuk ishte një personazh do si do, por kishte lidhje me politikën. A kemi të bëjmë me një politizim edhe të kësaj çështje? Po të dëgjosh mediat? Po të dëgjosh gjithë zhurmën rreth kësaj çështje? Si Rama dhe ti, ka zë media. Po të dëgjosh, nuk e përdora, fal. Nuk e përdora. A më kërkove një dhe unë po përgjigjem. Lexojmë pamjet filmike. Pra nëse dëgjon, Rama u ka bërë shiring në tërë, absolutisht unë respektoj se është kryeministri i vendit tim, por ky është mendimi im personal, patjetër, që po të dëgjosh mediat sigurisht duket shumë e politizuar. Unë vetë si Rovena Voda nuk di gjëra konkrete që të shprehem këtu dhe të them që ekziston kjo lidhje politike me këtë person. Kështu që nuk mund të shprehem, dua të jem korrekte për gjëra për cilat nuk kam ndjenjë. Atëherë po e riformuloj pyetjen. Pse kishte një imazh ose një perceptim që ky Balili ishte i Ilirmetës, i LSI-s? Po sepse drejtor me sa di unë në qytetin e Sarandës, ai ka qenë drejtor i shërbimit të transportit rrugor, DSHPTR-s, që quaj, dhe ka qenë i propozuar nga... Edhe Escobar, edhe drejtor transportin Sarandë... Ajo, a mund të vazhdoj? Dhe ka qenë i propozuar pikërisht nga kjo forcë politike për këtë pozicion. Se ka qenë me PD-n ai, Ka qenë, nuk e di, por nga LSI-a ka qenë që është propozuar dhe ka qenë drejtor. Majta nipi ti drejton Bashkinë e Delvinës, nga PS-ja, të shqisi bike. Po flasim për Klement Balili. Pra ka qenë i propozuar nga kjo forcë politike dhe për shkak të angazhimit në lëvizjen socialiste për integrim, ai ka pasur këtë pozicion. Kështu që mendoj, pikërisht kjo ka qenë dhe arsyeja që është politizuar kjo çështje dhe e lidhin Klement Balilin me LSI-n, besoj për shkak të kësaj. Po për politizimin, tani në kulmin e sherrit president kryeministër dorëzohet Balili. Është impresion kjo? Jo. E pranon? Jo, kjo do thotë që policia e shtetit vazhdon punën e saj. Do dhënë Ardi Veliu si qona asisëm nëse kryeministri. Ardi Veliu është një drejtori i përgjithshëm policie, për cilin unë si zëvendësministre e brendshme kam shumë respekt, për gjithë profesionalizmin e tij, dhe unë mendoj që policia dita ditës, besoj edhe më shumë, tregon që vazhdon shkëputet nga politika. Pra kemi një polici të shtetit që vazhdon sheh planet e saj dhe nuk merret me zhurmën e politikës. Prezenca ose prania e drejtorit përgjithshëm në mënyrë drejt për drejt në vetë dorëzimin e Klement Balilit
e bën shumë... Jo, drejtori përgjithshëm mori pjesë në vetëdorëzim, me disi bën vetëdorëzimet për raste të tilla, nëse çojmë Escobar. Ka megjithëse është vetëdorëzim, merr pjesë. Ai e ka kuptuar radh parë që s'është Escobar një. Dakor, unë po them nëse. Pastaj, po flasim. Është një gabim. Rrezikshmërinë e personit nuk e paracaktojmë dot. Drejtor policie. Okej, më bëjnë nga regjia për publicitet, kërkojnë ndjesë, se themi sërish. Publicitet. Jo, se bëj unë edhe është. Faleminderit, themi në studio, Doriana. Tani e lidhim pak me atë fjalën Escobar. Shumë njerëz nuk e njohin Escobarin, ishin personazh i Amerikës Latine, po super trafikanti i botës. Ai e bënte të dy kontinentet, Amerikën e Veriut dhe të Jugut. Por njerëzit nuk e kuptojnë mirë, kanë përshtypjen e fjalës mafioze çfarë është. Unë pretendoj që e njoh shumë mirë historinë e mafjes, sidomos asaj mafjes italiane dhe italo-amerikane, dhe po tregoj vetëm një pasazh kur Al Capone ishte në burgun e Alcatrazit, burgun më famkeq që imagjinoj që ishe ishull dhe rreth rrotull të cilit kishte peshkaqen që ata të burgosit mos arratisë, që sot nuk ekziston. Në qeli i vetmi nga të rrallët në Amerikë, sa kishte lind radio atëre, kishte Al Capone dhe i thoshe gardianit, i hape derën dhe dëgjoj këtu, dhe gardiani në orë kur nuk ishte shumë probleme, hapte derën dhe dëgjonte radio me Al Capone. Nuk ikte Al Capone nga qelia, sepse në vendin përballë i ishullit, ai kishte blerë vetëm pra kohë sa ishte në burg, disa apartamente dhe familja e tij jetonte atje përballë Alcatrazit. Domethënë Al Capone ishte, i thoshin përbindçi romantik. Ishte i ëmbël, i mirë etj. Këta janë mafiozët. Domethënë tani që të dashur me popull dhe në dukje të parë. Jo të dashur me gjithë dhe kur vrisin nuk e merrte veshëri. Gabimi i madh i Al Caponës është kur bëri një masakër, quhet masakra e Shën Valentinit. Aty, po ai akuza më madh ndaj tij është evazion fiskal. Dhe ai ka bërë vetëm 2 vjet e gjysmë burg. Vetëm me faturësh ka. Domethënë e kupton, u dënua 13, pastaj dhe bëri vetëm 2 vjet e gjysmë. Tani, ti si një gazetar kronikës zezë, çfarë personazhi ke hetuar, ke investiguar, ke parë ti që ti e quan mafioz dhe nuk e krahason me Klement Balilin? Nuk di të them një emër konkret. Sigurisht që the pak më parë që jo, po ky s'është gjë ky, janë ata në Vlorë ti. Atëherë kush është ky personazh? Nuk dua që të keq kuptohem. Unë nuk e quaj Klement Balilin. Jo, keq kuptim. Nuk e quaj Klement Balilin si një qytetar model, as si një njeri që nuk rëndon asgjë mbi të. Por mendoj se figura e tij, fakti që është përzierë dhe politika, fakti që ka folur shumë media për të, po ashtu edhe ambasadorët që kanë një farë peshe, e kanë glorifikuar më tepër se sa duhet. Edhe nëse akuzat për të cilat ai dyshohet të jenë të vërteta, është vetëm një trafikant, është vetëm një drejtues organizate. Doriana, e di ti çfarë bëri Al Capone gazetarit që guxoi të bëni një shkrim kundër tij? Jo se di. Nuk e di. Pasi bodyguard e tij do të thonë çdo për në dru, ky vetë dhe i shpëton dhe ja uheq në duart. Fakti ishte skenar. Dhe ja mbushi xhepat plot me dollar, dhe në fund i bleu dhe gjithë gazetën ku ai punonte. Cicero Tribune, është gazeta e famshme që e bleu Al Capone. Escobari ka dash ta dominoj një gazetë, nuk e arriti i vuri dhe bombën në fund. Jo, po them për Al Capone unë. Landi ti qëndrojmë kësaj po. Ndërsa Kelmeti maksimum nuk e ble vetëm një gazetar. Jo, e kam fjalë, jo, nuk të thash për Klementin, unë thash ata mafiozët në Vlorë që the ti se më ngacmove me atë. Jo, po them. Klement Balili tha, nuk është gjë, tha, në Vlorë tha ka mafiozë që bëjnë tonelada. Ma thuj pra ku janë këta? Jo, bëra një paralelizëm, ky bëri gjashtë. Ku janë? Ja i ke në Itali. Ku i ke? Ose rastin e Treblovës. Tonelada droge nga Vlora. E ke. Landi që të japi... Jo, kanabis edhe armë. Në lidhje me noskën që ka marrë i akuzuari, dhe që me të drejtën e vetë avokati kërkon ta mbrojë, duhet të themi diçka. Ende neve, u tha dhe në këtë studio, ende ne nuk dim shumë gjëra për dosjen e tij. Për 2 arsye. E para nuk dim që akuzat e tija nuk kanë lindur nga neve, nga poshtë, domethënë nuk kanë lindur nga vendi jon, janë të ardhur nga agjencia. Ke gabim.
nuk kanë ardhur nga jashtë, janë ngritur këtu. Akuza e pastrim parave, refuzimi për deklarimi rrem. Pastrimi parave nuk është Escobar. Ndërkombëtar sot në gjyqje janë ngrit për shkak se Klement Balili si drejtor transportesh duhet bënte deklaratë pasurie. Dhe për këtë janë ngrit. Meqense nuk e di, ja po ta them unë që kam ndjekur zotëri po them për Novkat. Ai ka katër për Novkat që kemi vendosur. Po sa kemi kush e ka vendosur? Kështu ne erdhi Escobar. Jo, më e kemi përkthy nga media greke ne kaq. Pra ata kanë qenë, ndaj po them. Fakti që ata kanë quajtur. Jo, mos e kanë vënë Escobar. Ndaj po them se të gjitha gjësit. Thjesht e kemi bë copy-paste nga Greqia, kaq. Mirë, po ne për këtë po them. Këtë po them zotëri, këtë po të them, këtë po mos zotëri. Po pra po këtë po të them dhe unë. E më ti po thoj këtë që po them unë. Këtë po them unë, të gjitha akuzat i them. Lëre këto të Jo akuzat që janë Shqipëri, jo akuzat që janë të shqiptare. Për Novka që po i vëmë atij, për Novka. Po heqim më Novkat, le të flasim me fakte. Pastaj se ka fshur pasurinë. Okej, avokat, kam një pyetje të tillë. Do të thonë atë pak a shumë siç e bëra Dorianës. Do të thonë, edhe nga përvoja jote, po edhe në këtë rast, sepse do të thonë kur themi Escobar i Ballkanit, themi mafioz, ë? Dhe ka disa, po themi, disa veti, disa cilësi të qenit mafioz. Më pëlqeve me këtë pyetje dhe njëkohësisht më vjen dhe ndim. Imagjinoni njëri thjesht, qoftë edhe ne që jemi këtu në studio, të dalim prej këtu dhe na vinë 2 civile apo edhe një policiren dhe të toni ka një vendim arresti për ju dhe dyshoni për një krim, si do ta ndjeshit veten? Po termi Escobar, që është vënë këtij personi duke ura të gjitha medjeve, medjet e huaja, të tonat, amplifikimi, politika, njëra tjetra, atëherë a e kuptoni se ku është katandis për një fjalë vlera, nga një qytetar i thjesht, nga një njeri biznesmen, i suksesshëm, ishte një drejtor i një institucioni, një ndërmarrje që kishte atje shërbimi transportit rrugor, në fund përfundoi direkt Escobar dhe kriminal shumë i madh, pra, dhe shumë i kërkuar. Kush e amplifikoi, kush e importoi këtë term? Erdhi nga qarqet greke, të lutem. Dhe ne tani po e shikojmë që do ta shihni dhe ju gjatë procesit të gjykimit, pra që nga gjyqtari paraprak dhe ke gjykimi i themelit, se çfarë është një episod mërzotri, që janë të zakonshme sot Shqipëri me qindra, mos me thonë më mira, 2016 prodhoi pafundësisht, ne jemi dëshmitar të medjave, jo është dhënë me ore, me miliona orë nga gjithë strukturat, me fjalë që industria e propagandës se çka ka ndodhur në Shqipëri. Tani ky person dyshohet, po u them diçka tjetër tani. Escobar, sa është afati? Ka kalu mbi 1 vit e gjys. Sa e ka afatin? Afati tërësori jetimi 4 mars 2016 për trafik ndërkombëtar mund të shkoj për shkak kur ka lidhje dhe ka hetim të ndërsjellët me organe tjera të shteteve tjera, mund të shkoj deri në 3 vjet, afati tërësor, deri në 3 vjet, pra, kur të kaloj 2 vjet... Atëre, kur filloi gjykimi për Klement Balilin? Më filloi gjykimi, pra, tani filloi. Është dosja është tek gjyqtari paraprak. Pra sot ju verifiku dhe ju sot ishte masa arresti. Po jo, po pikërisht pra, po ka përfunduar dosja. Masa ju komuniku masa e sigurimit. Po pra ju komunikua sot. Masa e sigurimit do u pyet përpara gjykatës. Ka një dispozit. Ai kishte vendimin e masës së sigurimit që në dhjetor të vitit 2017 dhe në kuadrin e dorëzimit, pra ju dorëzu urdhër ekzekutimi i masës së sigurimit kur erdhi në komisariatin numër 6. Tani procesi sa zgjat? Procesi mund zgjat sa mbaret nga natyra e gjykimit. Nëse do të hyet me gjykim të zakonshëm dhe do kërkohen prova, mund të shkojë procesi 6 muaj, 1 vit e gjys. Nëse do hyet me gjykim të shkurtuar, zgjat më pas. Ka gjykim të shkurtuar? Po. Aty është çështja që do ta vendosim ne bashkë me atë. Ky është lajmi, na jep të lajm. Gjykim të shkurtuar. Na jep të lajm. Shikoni këtu, ne jemi komod për diçka shumë të thjeshtë, ta dini fort mirë. Kjo drogë nuk është kapur as në ujërat territorit të detit shqiptar, as në tokën ku ka integriteti shteti shqiptar, është kapur në një ishull të shkret në Greqi. Janë 2 persona me emër konkret. Petro Dalani dhe një klamti Lalaj, edhe këto janë skafisti dhe personi që kanë pas që është bërë si të është ekzaminimi i provës materiale dhe është proces verbal i sekuestrimit të kësaj lande të dyshuar si kanabis dhe ka dalë që është kanabis sativa. Dhe këtu janë arrestuar atë ditë sepse shteti grek e ka pasur se s'mund t'i thuesh Escobar një shqiptari dhe 2 skafistat që kanë qenë të interesuar të lidhur me qytetarët grek si dyshuar për këtë krim,
që as njëri nga këta nuk ka përmendur emrin e Klement Balilit, as vetë dy shqiptarët. Klement Balili kërkon gjykim shkurtum dhe nëse nuk ka materiale tjera nga Gjermanët apo nga ne do kërkojmë gjykim shkurtuar për faktin sepse do ta kërkojnë sepse nuk mund gjindën prova të reja. Çfarë do të thojë gjykim shkurtuar tani për nga ana ulje dënimi për shpejtësi shkurtuar aktet të cilat ndodhen pra që janë bërë dosis dhe akuzës të Klement Balilit do pranohet. Jo, s'është vërtet. Mund ta sqaroj këtë pjesë. S'është vërtet. Jo jeni duhet të keni kulturë juridike zoti Hajdari. Jo, status unifikues që të bësh kërkosh gjykim shkurtuar nuk do të thotë që të kërkosh fajsin. Deri në vitin 2002. Gjithsesi, unë mendoj që do të presim dhe vendimin e gjykatës. A ka mundësi ta shkruaj këtë moment? A nëse do ta pranoj gjykimin e shkurtuar apo jo? Deri në vitin 2002 ishte kusht që të kërkoje gjykim shkurtuar duhet pranoje fajsin. Duke qenë se ne gjithmonë kopjojmë keq dhe u futëm në sistemin e gjithë të asaj legjislacionit perëndimor të procedural, atëherë nuk mund tjetri nuk mund të privojë nga gjykimi i shkurtuar që të pranonte fajsin dhe lindi e drejta që të kërkosh gjykim të shkurtuar në gjendjen e aktit do të pranosh aktet, mos kërkosh prova, të futesh ballafaqosh me prova gjatë hetimit gjyqësor, thjesht fakti që pranon gjykim të shkurtuar duke pranuar gjendjen e akteve dhe ka raste me dhjetra, me qindra, siç kemi pasur edhe unë personalisht, qoftë edhe për krime shumë të rënda dhe për vrasje, krimet kundër jetës, për trafiqe që janë marrë pa fajsi në kushtet e gjykimit të shkurtuar. Nuk qëndron ajo që thot zoti Hajdari që ti është me gjykim të shkurtuar ke pranuar fajsin dhe ta dini fort mirë që ne nëse do hyjmë me gjykim të shkurtuar, në mendimin jonë është hyjmë me gjykim të shkurtuar, absolutisht nuk ka prova dhe do të qëndrojmë pa fajsisë deri në fund. Prapi mbetet gjykatës të shpreh mbi kërkesën tuaj për gjykimin e shkurtuar. Pastaj është e drejtë e gjykatës, është e drejtë e gjykatës. Se ne po ecim në ritmet e procesit, edhe vendimin e pas kemi gati, kështu që nuk duhet ta paragjykojmë. Jo, të presim. Jo, nuk paragjykojmë. Dakor, edhe unë të përkrah, edhe unë tash po. Por duhet presim gjykatën, si do shpreh dhe gjykata. Duhet sikur e mbyllen procesin. Nëse Klement Balili humbi 2 vjet e 4 muaj. Është drejt, e lidhur me personin ajo, patjetër, kërkesa për gjykim. Humbi 2 vjet e 4 muaj në rreti. Ky proces nuk i ka për t'i kalu 3 maksimumi 6 muaj. Do dhënë edhe 6 muaj. Ky mund mbyllet dhe për 2 javë. Jo. Mund mbyllet dhe për 2 javë. Arsen, çfarë bëhet? Po sepse dëshmitar s'do ketë. Dëshmitar s'do ketë. Prova të reja s'ka. Shiko tani me ndryshimin që është bërë kodit procedurës lidhur me dënimi sa? Dënimi po dënimin. Dënimi mund të jetë sa e bëm si ndeshje futbolli, sa e parashikon dënimin. Ajo që për muaj do të Roland, Roland, e bëm si ndeshje futbolli. Zonja, tani e bëm si parashikim 1-2. Meqense që janë hiç bastet, meqense janë hiç bastet. Po ne nuk është se sta dalin parashikimet. Zoti Aleksi, për ty se do diskutojmë dhe çështje tjetër që lidhet jo vetëm me Klement Balilin, por edhe për policinë dhe për personat e tjerë në kërkim, po prapë mbetemi këtu. Si e parashikon, si do shkojë si çështje? Si çështje? Atë është për gjykatës është fare. Unë nuk domethënë është diçka që ndikoj kjo në çështje të tjera me persona të tjerë në kërkim? Në çka kuptimi do ndikoj? Ose kemi rreth 200 persona të tjerë në kërkim, gati me të njëjtin status si... Jo, mund t'i bëj një pyetje zëvendës ministrës sa janë të dënuar me burg të përjetshëm në Shqipëri që s'janë kapur. Dhe do të dini edhe këtë tjetër sa nga këto mund të jetë shndruar në killer, në vrasës me pagesë që nuk kapën kurrë gjurmët e krimit. Do të janë afër 200 avokat, 200 persona. Jo, të dënuar me burg të përjetshëm sa janë. Qoftë se di, të dënuar me burg të përjetshëm prej vitesh që enden nëpër Shqipëri, që mund të jenë gjobvënës dhe që marrin jetë njerëzish për pagesë. Ti po kërkon një statistikë zëvendës ministra që nuk ka se si ta di vetëm. Po pra, shikoni se kjo është shumë e rrezikshme. Ja pra, kjo është persona në kërkim dhe të dënuar nuk është se ka vetëm Shqipëria. Pra në gjitha vendet ke persona në kërkim që policia për vite me radhë, pra persona në kërkim, se nuk është fenomen vetëm shqiptar tani, që ka persona në kërkim dhe nuk po i kapim dot. Se ti ke rastin, që të një rastin Itali mbas 25 vjetësh që u kap jashtë quajtur terrorist. Tani ishte një ngjarje që ndodhi në Itali pra dhe mbas 25 vitesh. Pra, po, kështu që unë, domethënë, nuk mund të themi tash që sa persona ka, ku janë, pse s'po kapen, policia, unë besoj se po tregon se po punon dhe në fakt persona në kërkim, lista është updateuar, ka njerëz që janë kapur,
Pra, lista po fillon të pastrohet, ne po mundohemi të tregojmë tash të hapur edhe me qytetarët, pra një publikim i emrave edhe në faqet zyrtare të drejtorive vendore të policisë shtetit, thash dhe krijimin e këtij nukli të posaçëm. Kështu që nuk mund të jap këtë statistikë. Nuk mund të jap këtë statistikë. Vetëm një pikë që do të ndërhyj sepse nuk është se kisha në plan që debatojmë së bashkë. E vetëm një gjë që unë nuk e shoh pozitive, duke marrë parasysh vetëm rastin e fundit. Dëshira ime është që dalim jashtë pjesë gjykimit ka bë dhe vendosi gjykata këtë. Ajo pjesë nuk besoj që nuk është në interes të po. Por një gjë që shpreh gjykata nuk besoj se të ketë. Policia bëri detyrën, aty mbaron, po. I vetmi kontestim që ka mund për rastin e zotit Balili është kjo. Rasti i zotit Balili, duke pas parasysh dhe 100 milion shpërblim mos u gabosha që u dhanë për informacionin. Se u dhanë? Jo, nëse do vinte informacioni, 100 milion është herë e parë që vendosen aq lek për një person, paktën me informacionin që ka nga policia e shtetit. Duke pa 250.000 ka qenë pranë Majdari. Base gabojmë, po që këtë e kam sigur, se jam marrë vetën. Për vrasit. Jo për azemin, do të për para se të vrite, po flet për ata për të dhënë informacion. Ajo që farë përcjell nëpërmjet mediave, duke pas parasysh dhe vjet që nxori vetë zoti Balili. Mendoj që policia duhet të rishikojë pozicionin e vet në raport me marrëdhëniet me komunitetin, sepse tregoj që rasti konkret tregon dështimin më të mirë të organizatës policisë në ngritjen e marrëdhënies besueshmërisë me komunitetin. Unë flas gjithmonë për rastin që po diskutojmë. Qoftë shkëmbimin e informacionit, qoftë nga mënyra se si individi, domethënë sfumoi shtetin, sepse po ta përkthesh ship, do të thotë që unë si banor i asaj zone kam më besim tek ky zotëria, nuk e akuzojmë dot sepse do shpreh gjykata, lutem. Mendoj që jam shumë korrekt shpreh. Po të them, gjithmonë nëse do të qëndroj dhe gjykata do e vendosi gjykimin atij sepse s'kemi asnjë gjë me zotërinë. As unë as nuk besoj në njërin panel këtu. Më thonë, gjëja që po kërkojnë edhe unë është që të spostojmë nga emri i atij, diskutojmë për rastin dhe për fenomenin çfarë ka ndodhur. Rasti konkret për mendimin tim tregon që policia nuk është në raport të drejtë për sa i përket besueshmërisë dhe marrëdhënies me komunitetin. Ky është problemi. Unë mundoja të ndalesha pak tek pyetja jote. Ke persona në kërkim, zëvendësministja na foli për SPZ. Specialisti i policisë në zonë. Ai plotfuqishmi. Ishte projekti e nisi dhe Xhafaj dhe ngelin mes. Ishte policimin komunitet, do bëheshin takime me shefa komisariati, prezantime. Janë bërë. Jo, nuk janë bërë fare ato, se po të ishim bëti objekt tash. Policimi komunitet ka vite më vazhdim. Po isha harruar fare mo. Jo, nuk janë bërë se do i kishim do t'i japun shpjegime se. Do i kishim djegë. Specialistët e policimit në zonë janë pasqyra më e ndyrë e policisë. Janë ata që kanë leju trafikimin, janë ata që kanë leju prostitucionin, janë ata që kanë leju qendrat e internetit trafikojnë kanabis në çdo lagje të kryeqytetit. Janë ata, një sekond. Ata mbarojnë ndeshjes, po si policë. Le mos e mbron zëvendësministra. Ata mbarojnë. Policia e shtetit është e gjithë. Kam unë një argument ndryshe. Policia e shtetit. Kush është kontakti jote i fundit me SPZ? Ma thuaj kush është kontakt. Kush është SPZ jote? Po ti do të shkruaj të thuash ti. E njeh ti SPZ-n tate. Ditë çapo thua tani vetë. Po ta them me fakte unë. Po jam më gjomu të mbaroj. Policia e shtetit është e gjithë. Atë mbaroj. S'është zëvendësministja. Do u shpreh gabim. Po lema tash. Mbaroj un pastaj. Si mos i thati për plotfuqimin, këto janë më gjushëm e keq. Ata që bëre shumë gabim. Një them në mënyrë përgjithshme. Jo, kam thënë në mënyrë, po prit me ta rendis. Ata janë ata që kanë prish raportin me komunitetin. Sepse nëse SPZ-ja, ku është SPZ, kush është përgjegjësia e SPZ-s Delvinës që për Klement Balini s'ka pas as i telefonat. Ai ditë detyrat e atij oficerit, aty punonjës policisë. Atëherë, ligji thot, kryetarku mbi cilin kur të bëhet kanabisi shkarkohet nga detyra. SPZ-ja që s'ka asnjë informacion për Klement Balini. Ku është SPZ-ja? Po jap ai zonja, ku është shishi Delvinës? O Arsen, përgjigje. Po. Atëherë, do të filloj në fillim nga ajo që tha zoti Ajdari, pastaj do të kaloj tek gazetari në lidhje me këtë pjesën e komunitetit. Besoj e kishit për atë pritjen që ju bë pak aty. Kjo pjesa e tifozlikut në fakt, jo, më lejoni, se më kujtohet në fund fare, patëm në akuzë më duket ish të kryebashkiakun e Lezhës, dhe unë mbaj mend para gjykatës, ishte sikur u bë miting atje. Do desh ndërhyrje politike. Po ishte miting më.
Tashi do me thënë, të pjesën e tifozlikut, ne shqiptarët, për njerëzit që na përfaqësojnë, që na lidh diçka, që na lidh një njohje familjare, që na lidh një lidhje fisnore, shoqërore. Edhe ne shqiptarët tashi, tani policia, më fal. Pse s'kishte policë Delvin më ditë? Policia, ato nuk e di ti zotri kishte apo s'kishte policë. Po ku ishin? Ato më zotriti nuk e di, sepse si organizohet një operacion policor. Se si janë në distancë. Se çfarë ka në distancë. Ti nuk e di. Po ne shkum bulerat më kishit polici kenim qef si gazetarë të rrishin brapa nesh. Po si di detaj po qatë detaj është të diun. Nuk po si di. Ore si jam qef policën bulerat më kishin frikë për balë shqiptar o personazh është në qeli. Ke qënë bulerat me qënë pas KSPZ. Ja kam qënë unë. 10 agent policie kam qef si gazetar. SPZ funksionojnë shumë mirë. Funksionojnë shumë mirë. Me qënë se pas KSPZ. Sepse kriminalitetin e kanë në ulje, kultivimin e kanabis e kanë në ulje. Kjo është politik, donja Voda. Është politik. Zonat policore po është politika ajo që ndaloj kultivimin e kanabis se ndaloj SPZ. Se SPZ vajtën kultivon kanabis. Patrullimin ti e ke, mbulimin e territorit, më fal. Po të mbaroj. Po ti të kishin mbulim territori se gjetën Delvin Klement Balili, më imagjino ta gjeti Klement Balili. Mbulimin e territorit ti e ke shumë të mirë. Imagjinoje ta gjeti Klement Balilin pas kuçan. Kjo është politika. Toni faleminderit që u vedorzu dhe kaq. Absolutisht. Dhe rastet e zbulueshmërisë së policisë së shtetit janë gjithmonë në rritje. Pra nëse do të çojmë përgjigje, i ke në rritje. Ore nuk është sukses. Dhe vrasjet të bushme që janë bërë, pra janë zbuluar nga policia e shtetit, vrasësit janë kapur, janë çuar para drejtësisë. Dhe policia e shtetit nuk është e zëvendësministres, nuk është e kryeministrit, policia e shtetit është e Jotja, është e zoti Hajdari, është e zoti Rusi, është e gjithë policia. Është e gjithë policia e shtetit. Dhe thoni një fjalë të mirë për policinë e shtetit. Thoni një fjalë të mirë për policinë e shtetit. Jo. Dhe nga sondazhet e fundit, edhe të Idrës, falja dënës që kishte rrit policia e shtetit, pra besueshmëria, sigurisht që ka në rritje, dhe mua më vjen mirë që besueshmëria, pra përqindja e besueshmërisë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë ndaj policisë së shtetit ka ardhur në rritje. Dhe unë besoj që kjo është gjë e mirë. Dhe besueshmëria vjen në rritje për shkak të punës policisë shtetit. Sa telefonat ka pas për Klement Balili? Kështu që ka një pyetje tjetër Alex. Po. Domethënë nuk po të paragjykoj tek para se të bëj pyetjen tek përgjigja. Nëse ju ndiheni mirë, domethënë natë shfaqje që u pa në rastin e dorëzimit të zotit Balili. Nuk e paragjykoj fare, nuk e akuzoj se është autor i këtyre veprave penale sepse është gjykata që dëshpëret. Nëse ju si zëvendësministre dëgjoni mirë në ato kushteve të dorëzimit, sepse unë personalisht si punojës policie nuk gjëm fare mirë në ato rrethana, sepse kushtet e dorëzimit për një person që ka akuza të tilla do të jenë për mendimin tim në rrethana dhe në kushte të tjera siç e parashikon ligji për policinë e shtetit. Dgjoj, unë di që personat që janë marrë me këtë operacion janë persona profesionistë, ashtu si puna dhe juaj. Dhe unë të pjesa, po themi, operacionale, të pjesa ekspertizës, unë nuk mund të futem. Dhe nuk mundem unë si zëvendësministre e brendshme, pra një person me një pozicion politik, të them nëse duhet ishte bërë operacioni në këtë mënyrë apo në atë mënyrë. Duhet ishim përdorur 100 efektiv policie apo 50 efektiv policie. Apo duhet shkonte drejtori përgjithshëm apo nuk duhet shkonte. Ajo çfarë mua më bën dhe më vjen mirë është që sot për një person të shumë përfolur, për disa vepra penale, ne jemi sot para faktit që ky person sot gjendet para drejtësisë. Kjo është tek pjesa operacionale, tek pjesa e negocimit apo e vedorëzimit, unë nuk mund të shprehem sepse unë nuk jam ekspert tek kësaj gjëje. Gjithë replika dhe debati që por u menaxhua mirë. Për mendimin tim u menaxhua shumë. Ajo që përkrahen, ajo menaxhua shumë. Po normal, që menaxhua shumë. Dhe pjesa pastaj publikut ato se ndalon dot. Nuk kam ndonjë informacion dhe le të na japi ndonjëri që të gjitha lekët për çdo që është vënë në Shqipëri, që janë vënë nga policia ti ketë marrë ndonjë qytetar. Ka raste plot. Kam informacion tjetër. Që ne si qytetar, nuk e ndihmojmë policinë. Pra ne nuk denancojmë. Ne jemi në ministre, se zëvendësministra thotë kemi bashkëpunime qytetarët na informojnë. Po neve jemi një shoqëri smur, që në krahasim me votën dhe ti je shumë i ndjeshëm. Kurse unë jam, unë të vetme në operacion të policisë që përshëndes Ajrade, se unë nuk besonja që një ushtarak si juve, një punoj si policisë, të thoni ju tani që ne ta bëjmë automatik. Qa, do kënaqim neve? Do që të rrimë asë gjëjmë asë një tjetën të shi. Lutem, ki qik respekt.
Lutem, një sekund, nëse unë bi dakord me zonjën zëvendësministre sepse më thotë që unë nuk jam e mirë informuar për mënyrën se si ndërton operacionin një... Dakord, pra jam shumë dakord, me nuk e pranoj. Ndërsa nëse ti merr përsipër që të thush mu që në asnjë rast në policinë shqiptare nuk janë morë lek nga qytetarët për... Ju jeni një oficer madhor. Më thoni si e doni t'ju operacionin. Si do dëshironi ti të ishte ai operacion? Si do dëshironi ti të ishe në vend të drejtorit përgjithshëm? Jo, po operacion që të vinë 10 ditë atje takojnë me qytetarët. Si do dëshironi ti tani? Si do dëshironi ti të ishte ky operacion? Si që takojnë policisë bëj vetë dorëzimin. Ka të parashikuar ligji si bëhet vetë dorëzimin. Të shikonim forcën të vi shekurat, si forcën, nuk ka nevojë fare. Atje ku është shkon e merr policia, vjen sjell atje, jo ta loj të bëj shfaqje aty. Po më shumë mirë ai mund të thuaç këtë, që të vinte vetë në Tiranë, vinte drejtori i Tiranës dhe s'kish gjë. Gjeni rast 28 vite që ke pas shfaqje të tillë, këtë më them mundi. 28 vite, gjeni rast. Po të pyesi do dëshironje ti. Gjeni rast analog si ajo ti. Po 28 vite. Po pse duhet të jem analoge kopjuesi aty të parit? Fezo. Ati rasti më kanë vetëm darja. Sfidë për të kap Klement Balilin, e ka pas gjithë policia e shtetit dhe nuk e arriti dot. Policia ka një kuadër operacionet suksesshme në portalin e saj. Ky nuk është aty. Siç është operacioni Lazarati me shok. Mund të quhet operacion? Po sepse ministri ka thënë në operacion. Është operacion. Ministri ka thënë në operacion vetë dorëzimi. Tani, ky është personazh që ministri e tha operacion në kuptimin e angazhimit, po operacion mirëfill nuk ishte. Landi, ky është personazh që ka hungur një drejtor policie. Ka hungur 2 ministrat brendshëm. Ti hungur e ke fjalën që i ka hungur, më i ka çu, i ka hiq nga posti. Dhe objektiv për ta kap këtë, apo për ta vetë dorëzu, një nga paketat, se kur ikën paketat. E kishte faturë, domethënë, ose faturë, negocimet, ose në plan për ta kap. Nga ish prokurori Adriatik Valla, Sajmir Tahiri, Haki Çako dhe Fatmir Xhafaj kanë dhënë maksimumin, nuk kanë arrit. Ja ku e ke avokatin, nuk është negociata e parë. Siç ka 15 operacione policie, që nuk janë 15. Të mëjetën ke 20 operacione dhaja policore zhvilluar për kapën e Klement Balilin. Por negociatat me Klement Balilin arrin diku këtë paktën në dijenin time janë 5 negociata. Janë 5 negociata për vetëdorëzim. Dhe kjo e fundit e vetëdorëzoj vetëm e vetëm se u shkoi dosja në gjyq. Publicitet për të kaluar në pjesën e fundit të emisionit. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Doriana, si funksionoi policia dhe drejtori i policisë? E tha 2-3 herë Aleksi dhe tani ti si gazetare e Kronikës Zez dua mendimin tënd. Unë më shoj fakti që nuk ka pasur operacion. Sigurisht është merite e drejtorit të policisë Ardi Veliu, edhe për faktin se i shumë kërkuari ishte pjesë... Falqe të ndryrit, me këtë ministrin e risi ke raportuar. Si me çdo ministër. Me atë që iku e kështë keq fare, ma. Si me çdo ministër do jem në oponencë për çdo gjë që nuk funksionon. Jo, rregulli e këtu, po si e kesë, qa mendimi ke për të? Shumë e mbyllur me mediat edhe ende nuk ka bërë një prezantim me gazetarët, megjithëse u bë muaj. Domethënë, ne jemi djallë me vërtet, po kur jemi të hapur, themi shumë i hapur ky, kur themi të shumë i mbyllur. Tani sa çikë dhe Erlandin. Edhe zotrin se e shoh që fërkot kur nuk është problemi se unë sulmoj drejtorin e përgjithshëm për radhë. Një sekond lutem, që t'jemi korrekt. Nuk kam frikë ta them sulmoj, por atë që s'm pëlqen po kem qenë në vend aty, nuk do isha kurrë prezant në atë vetë dorëzim. Dhe unë ajo që desha të çfarë është kjo. Ju personalisht, një sekond. Lutem. Çefta për gëzonje. Sinqerisht atë gëzonje. Nuk ka nevojë për ata mbroj fjalin më vllata që apo të bëjmë shumë muzikë të palivit. Ai që ti ishte aty sepse ishte nga Delvina dhe shumë kërkuar nga njëjtë zonë. Që ai ka arrit që ta bin, nëse e ka bin që të dorëzosh, që për mua sepse ai ka vendosur vetë që dorëzosh. Si ka bërë gabim? Jo, s'ka bërë gabim, e përvëroj. Jo, Veliu. Veliu po them, a do ishte i njëjti suksesi Veliut nëse këtë operacion do drejtojnë, se normalisht drejtori i përgjithshëm për raste të tilla do të jetë ndjeni edhe në krye të operacione. A do të ishte i njëjti sukses për zotin Veliu, si kur të drejtonte operacionin nga zyra, si kur të ishte në ato kushte që ishin në terren. Unë mendoj që njëjtin suport dhe të njëjtin lavdrim do kishte marrë. Po vetë se ka një diçka që nuk do ishte i besueshëm. Që t'jemi korrekt me atë që po diskutojmë që mos nuk do të ishte i besueshëm. Si s'është i besueshëm? Se ka dhe lidhje të familjes. Ma konfirmon këtë që për faktin që të dy janë nga njëjta zonë. Ja, ta mbaroj ajo se nisi ndërprem 2 herë dhe po. Për shkak se janë dy nga njëjti zonë, kishte dhe njohje
po them të mëparshme, pikërisht për këtë arsye ndoshta ka zgjedhur edhe negociata drejt për drejt me drejtorin e policisë. Po nuk merret drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit me vetë dorëzim është. Pikërisht për faktin që vendosi të dorëzoheshë në momentin kur vetë Kelmend Balili e vendosi sepse dosja shkoi në gjykatë, në një farë mënyrë u tregua edhe politikan duke i bërë një të mirë edhe drejtorit të policisë, duke i dhënë atij një kredit më shumë në punën e vet dhe duke i zgjatur më shumë jetën si drejtor. Ardi Veliu duhet këndoj këngë Mosarana më Delvino që nuk është ta prishi bukurin. Në këto momente, para se të ndodhte vetë dorëzimi i Kelmend Balilit, situata e drejtorit të përgjithshëm të policisë ishte disi e lëkundur, tash e themet se ai do të zëvendësohej shumë shpejt. Ishin shumë ishte prezent tani të mos të themi. Nuk e mban vetë dorëzimi i Balilit drejtorin e përgjithshëm. Drejtorin e përgjithshëm e mban shkarkimi i ish ministrit Gjafri. Sepse po t'ikë drejtori i përgjithshëm i gjithë operacionin të bjeri poshtë. Se ministrin e kemi diskutuar herë tjetër këtu në zyrë. Një operacion 6 vite, a ishte operacion i suksesshëm, sepse nuk kemi këtu për të thonë, ato që janë bërë mirë, ato që nuk janë bërë mirë. Mos ndoshta e ka të lidhur me atë që tha kryeministri? Garancia e drejtorit përgjithshëm për mua personalisht është operacioni, sepse ministri u shkarku mas 3 ditësh, një operacioni, super operacion nga Lopan, si që qytet nga Ministria, bërshëm të lutem, u shkarku. Jo, dha dorëheqjen? Ka dhënë dorëheqjen dhe... Dakor, dhe lëmë dha dorëheqjen. Jo, po ka dhënë... Nuk është më rëndësishme. Orland, edhe ky po iku me dorëheqje do ikë, nuk do thotë që më shkarku. Jo. Na lërë ne që na thotë kryeministri ka zënë. Mos e bëj shoqatën që ka zënë. Unë po analizoj drejtorin e përgjithshëm, nuk po merrem me politikën. Po do thoshte Rama. Garancia e drejtorit përgjithshëm sot është operacioni, nuk është Zoti Balili. Fatmir Gjafa po e vuan sot e ditë dorëheqjen, se sa ka bërë të pareve kushme, ka bërë thjesht dorëheqjen. Po e vuan sot e kësaj dite. Po, avokat, po. Se jemi dhe në fund, duhet përpjesojmë kohë. Ne si shqiptar na mungon kultura e informacionit edhe denoncimit. Me thonë drejtë, nuk e kemi atë ndjeshmëri që kanë shoqëritë më civilizuara. Po, në rasti konkret nuk është faji policisë, pse nuk u kap për 2 vjetë ca Kelmend Balili. Po i kujt është? Po, mos harroni që Kelmend Balili u hiperbolizu, mitifiku si figurë shumë. Për shkak sepse ju ngarkuar gjëra shumë të padrejta dhe elementi tjetër shumë, po të lutem tani ju puri dhe edhe jemi këtu dhe s'po merremi vesh. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm është që një figurë kaq e dashur dhe kaq e lidhur me komunitetin, po që kur është prezant drejtori i përgjithshëm vetë dorëzimi, është një lloj si një përdhunues ose një vrasës në shtyllën e qytetarit me do t'ju them vetëm një fakt, zoti Çafoku. E komunitetit ndaj këtij personi ka qenë shumë. Po merrem me gjëra që s'kan interes shumë për duke folur Alex, lutem, duke folur. Ne e bëm Kelmend Balili sikur po është njëri i thjeshtë, njëri qytetar i thjeshtë dhe i edukuar dhe duke qenë se tek komuniteti gjithë familja e këtyre dhe fisi kanë mbështetje, do të thotë që edhe është mbrojtur nga ata, sepse nuk e kanë pasur një kriminal, ashtu siç e trajtojnë media, politika, diplomacia jashtme dhe gjithë elementet tjera. Dhe gjëja tjetër shumë e rëndësishme është kjo që Kelmend Balili, kushdo që të ishte drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit shqiptar, ishte vendosur që do të dorëzohesh para se dosja të shkonte ke gjyqtari paraprak. Dhe shkaku që u dorëzu është të përballet me drejtsinë dhe është një marrëveshje një javë para se sa dorëzohet të lutem. Një javë para ka shkuar vllai i Kelmend Balilit, bashkimi dhe nipi i tij, Rigersi, dhe kanë bërë marrëveshjen me drejtorin e përgjithshëm policisë. Do të ri do të dorëzohet. Nuk ka nevojë as të vritemi, as të pritemi, as për operacione, as për paguaj para shtetit. Për ato. Dakord, pra tani dhe pastaj kjo është një bashkëveprim, është një marrëveshje në fjalë. Unë nuk them se s'ka sukses policia, se në fundit u pranu marrëveshja dhe zgjidhja ishte që ky shkoi dhe u dorëzu vetëm ke 2 raste që të doja nëse ka informacion zonja zëvendës ministre. Janë 2 çështje, 2 ish ministra të bëshëm, qoftë zoti Tahiri, qoftë zoti Gjafa, që se përmendën fare. Ka 2 raste që janë prononcur në konferenca për shtyp që ka pas rrjedhë informacioni dhe një ndër arsyet që nuk kanë përfunduar operacionin me sukses është kjo dhe janë referuar raste në prokurori. E vërteta është që janë referuar dhe çështjet janë regjistruar në prokurori, por me sa kam informacion, ato çështje janë pushuar. Domethënë, nga një anë flitet për pjesën e dekonspirimit nga punojës policie për nxjerrje informacioni për vendodhjen apo në rastet kur janë organizuar operacione, informacionin kanë dalë gjatë rrugës para se të bësh operacioni me radhë. Domethënë, a është normale që këto nga 2 ish ministra të bëshëm deklarohet një gjë e tillë dhe kur vjen puna e hetimit dështojnë? E çfarë përgjigje prit nga zonja? Unë mendoj që 2 ish ministrat
kanë bërë detyrën, në qoftë se çështjet ka pas çështje të hapura, pra të dërguara, jo, vetëm me zotin Xhafaj, po, Fatmir Xhafaj, edhe si drejtore kabineti, pastaj edhe si në fakt zëvendës ministre, po, edhe pa diskutim që e di dhe tërë për kushtimin personalisht të tij, domethënë për sigurisht edhe për këtë çështje, por në qoftë se është kështu, si thot zoti Hajdari, më vjen keq që nuk di ndoshta hollësi, ka është për pjesën operacionale dhe të operacioneve të tilla kaq delikate, sepse ju e dini shumë mirë, dhe kur vin shkresa sekret nga shërbimi informativ shtetëror aty i drejton vetëm ministrit të brendshëm dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Unë si zëvendës ministre e deklaroj, nuk është një sekret, mund të marr informacione, por për pjesën si drejtuese Task Force-së qendrore kundër kanabisit, që mund të vinë nga shërbimi informativ shtetëror, po për operacione të tilla, për persona në kërkim, etj. Për vepra penale, sigurisht që ajo i shkon ministrit edhe drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Por nëse ka pas rrjetë informacioni dhe është bërë kallëzim në prokurori dhe hetimet atje, më fal, janë pushuar, po tani unë për këto nuk mund të them, në qoftë se prokuroria nuk ka arritur, jemi shumë mirë. Do me thënë, po thuaj se me muaj është zero kultivim. Ne kemi qarë me lot. Absolutisht, të mos bëjmë shaka me këtë gjë. Në dytet e fundit, i them shumë mirë faktit, që situata e kultivimit është minimale, pra pothuajse ne kemi mbajtur qëndrimin Zonja zëvendës ministre ka vetëm për pjesën që ka shtyrë zëvendës ministre për pjesën për parë. Rezultatet kanë qenë parcelat të kultivuara thuajse zero. Kisha frikë të ftoja pa për të dytë. Absolutisht. Ne jemi krenar, unë të paktën si zëvendës ministre, si drejtuese Task Force-s, unë besoj që kemi pas rezultat. Po në sasi minimale shumë të vogla. Sërish me pistën e avionëve unë vonë, kështu që sasi shumë të vogla. E vogël e madhe si sasi shumë të vogla dhe kështu që te pista e avionëve në Rinas. Në vazolune. Në sasi e pa përfillshme. Shiko, lufta me krimin nuk mbaron. Lufta me krimin nuk mbaron. Dhe mos harroni që mbyllet kanabis në Greqi, mbyllet në Itali, mbyllet në Belgjik. Po jo gjithë Shqipëria zonjë. Më fal, gjithë Shqipëria zonjë. Absolutisht, unë po të them. Më pyete për situatën dhe unë po të përgjigjem. Si drejtuese Task Force-s unë jam sot krenare të them që policia e shtetit ka rezultatet më të mira të saj. Me të mira në krahasim me kë? Më të mira në krahasim që nga viti 2013. Po jo, me veten tuaj, 2013. Unë filloj nga 2013 zotëri. Po jemi qeveria Rama 2. A e morëm 2013. Si e gjetëm në 2013? Si e gjetëm? Po si e gjetëm pra, me 900 ton pra. Po me 900 ton. 900 ton që prodhonte Lazarati. Ja kështu e gjetëm. Asnjëherë Shqipëria nuk është ngjyrosur me jeshilen e kanabisit. Po më fal tash, po çfarë them unë tani? Po gjithë ai luftë që u bën Lazarat pse u bë? Apo ishte Majdanoza atje? Bravo. Po si pra, po bravo, çfarë po thua pra? Bravo. Okej, Arsen, po, se kishe, çfarë ishe për të thënë atë? Shkurt se jemi në fund. Shkurt. Vetëm gjë që unë kisha për të thënë, unë i qëndroj prap tezës që Klement Balili, nëse nuk vjen dosja nga autoritetet greke apo gjermane, sepse amerikanët nuk e di ideja zbesojt nga sjellë gjën drejt për drejt, maksimumi do e sjellë ideja amerikane nga Athina, por nuk ka për ta sjellë ideja drejt për drejt. Sepse mund ta shikoshe sot, mund ta shikoshe që kanë ndjekja e gjyqit sot, nuk kishte asnjë prezencë të profesorëve diplomatik. Po t'ishte kaq Escobar. Jo, e ke gabim, kanë ndjek gjyqe, ata kanë ndjek gjyqe të tjera. Po s'është procesi. Atëherë, dhe po mund ta shtojnë ata rrugës baftjar. Maksimumin 2021-shin i mbyll problemet me drejtsinë shqiptare. Nuk them pa fajsi, po me një dënim mjaft minimal. E vetmja pjesa tjetër do jetë. Po s'po bëjmë gjykatën, po ti do e ndjekësh, unë do ta ndjek dhe ata ti do ta kesh. Gjykimi i shkurtum është asi në mëngë që ka baftjari. Ja ke për ta pa. Unë do isha për emisionin, me që jemi dhe në fund, me vërtet që është një sukses i madh, pavarësisht se si e quajmë ose si do ta quajmë. Do të thënë, e ke fjalën për operacionin? Jo, e kam për uljen, për luftën ndaj atërinjës. Jo, edhe misioni që është një vlerë shtuar në natyre, pra se duke kapur këta individ, pavarësisht se si ku kap ky individ, por
le të vazhdoj, le të gjetë gjua, të gjetë kjo gjuhë në mënyrën dhe më të mirë dhe tuli mos kemi sa pak në kriminalitet, i kapim dhe njerëzit e tjerë që kemi, se nuk janë pak, janë 200 e ca vrasës më duket, që kërkojnë dhe rreth 700-800 që janë në kërkim. Në kërkim. Sepse gjithmonë ata betohen. Po janë mbi 188, në duket janë që janë shumë të kërkuar dhe me vrasje. Kështu që unë do të isha komisar që edhe juve ta pranoni këtë zgjidhje, këtë që bëri ky drejtori i policisë, me zotin Balili, të bëndë me të tjerë. Mos kemi. Nuk kemi nevoj për dëshmor, besoja. Nuk kemi më nevoj për dëshmor. Do me thënë, nuk e kemi luksi. Unë për kërkon dëshmor, më zotëri. Unë për kërkoj që zbatohet. Nuk e kemi luksi. Nuk e kemi luksi të mbasim me njerëz. Jeta njerëzish. Pse vrau Konstantino Kacifasin policia? Pse vrau? Nuk e kemi atë luks në vritin. Po pse vrau? Zoti Hajdari, për ty, si për mbyllje? A ishte bandit, ishte kriminel. Ja, le. E vrau. Kurse ti thu me kriminalët e tjerë të çfarë do këshillohet drejtorin Ardi Veliu për 700 personat e tjerë në kërkim, 200 që janë shumë të kërkuar? Unë sonde nuk e kam plan që të merren, sepse atë që thash për zotin Veliu, e thash përpara që me atë mendimin tim për sa i përket operacionit, unë do ta mbyll me zotin Tahiri, sepse para 5-6 vite s'ka problem, nuk shqetëson fare ajo pjesë. Para 4-5 vitesh, mbajmë që zoti Tahiri tha po postrojmë policin nga të inkriminuarit, nga të paaftit, nga barkderat, dhe më vonë doli me sloganin që kjo është policia që duam. Në fakt, unë do të thoja që zoti Tahiri që kjo nuk është policia që duam, as unë, as komuniteti, jo, ta përdora si model. Vërtet presim polici tjetër. Sa në lesha, mos e fut aty. Ta shikojmë, nuk merem, shikoj Leksin, ta kam thënë dhe herë tjetër, që t'jap një mendim për ministrin e brendshëm për aq sa ne kemi mundësi për ta pa nga jashtë, sepse jo gjitha aktivitetet na ndjekin. Keni çikinat ju ata që kanë mbaruar Akademinë Ushtarake ju oficerët e policisë, po megjithatë për ta mbyllur një mesazh, 1 minutë, jemi në fund. Mendoj që policia e shtetit është në rrugën e duhur dhe besoj që forca e ligjit do të vazhdoj të godas me fuqi të paprekshme. Kam 5 vjet që lexoj këtë formull. Po, forca e ligjit e operacionit. Forca e ligjit është gjithë policia e shtetit. Ku është? Forca e ligjit është gjithë policia e shtetit. Ku është forca e ligjit operacionit? Jafton të them që kemi numrin më të ulët të vrasjeve, 51 vrasje, mos bëjtem statistika. Kemi 21 operacione policore. Avokat për ju, për ta mbyllur? Të grupeve kriminale, 21 grupe kriminale të futura. 100 persona të arrestuar, asete kriminale, po ja kem prezentuar. Ju lutem. Po, avokat, se jemi në fund, Arsen, na bëre ta fillon nga e para, se s'kemi se më bëj shik nga rigje. Po, sa alergji keni kur? I mbrojtur nga unë, me fjalë, Kelmet Balili ka treguar një akt shumë të lartë qytetar, që në momentin që pa që do të përballesh me drejtësinë dhe dosja ishte përgatit, pra u formulu kërkesa për gjykim, e sqaroj dhe Arseni që s'ka asnjë episod tjetër, jo më për drogat porta pas, për kanabis, dhe luma jo shoqëri dhe ai shtet që të ketë të tillë dyshuar pra qytetar, që të përballen me drejtësinë si Kelmendi, sepse realisht është i pafajshëm dhe prandaj e bëri këtë. Do i bëja një apel policisë së shtetit që të fokusohet tek operacione konkrete dhe të mos marrë atribute që nuk i takojnë. Një vlerësim për policin, një vlerësim për policin e thjesht Landi. Një vlerësim për policin e thjesht do edhe me tonë. Qoftë dhe për atë që tha kolegu. Pra edhe të përfuqishtim në zonës me sakrificë atë gjë. Kemi ardhur në fund të emisionit, besoj që gjitha ato çështjet më të rëndësishme për historinë e Kelmet Balilit dolën nga gjithë diskutimet këtu. Mua nuk ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj. Zonjë, faleminderit që ishe në emision. Feyzo, faleminderit. Doriana, faleminderit. Avokat, faleminderit, dhe do bëjmë pyetjet e djallit. E tha dhe ish drejtori këtu që ne flasim për fenomenin, ne flasim për çdo gjë që lidhet në mënyrë të përgjithshme, ato gjërat personale dhe çështjet konkrete i ke ti në dosje, megjithatë të falenderoj që ishe në studio. Drejtor, unë një merak kam, ai ligji për ata 1200 oficerë më duket si mision për ne gazetarët. Nuk është puna, jo ata që janë përzirë me politikë, ata nuk kanë vënd polici. Ska probleme, filloj Sandër Vezer, ka marrë Toninin, po merë metro mbullarën, do t'i marrë gjithë me radhë. Por misioni ju nuk është vetëm të bëjmë gërnjarin, por duhet të kthejmë edhe vlerat në polici. Ata ish polic, oficer policie që janë vlerat policisë. Falenderit që ishe. Arsen, falenderit dhe ty, të vlerësoj shumë që rri atje dhe kam shumë dëshirë të kem këtu, se edhe ti
Do dhe ne bën shkëlqyrat punë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot. Nesër në orën 13:00 transmetim nga ora Lënë Qafoku, natë mirë.